E lodhur nga presioni, ajo bëri diçka të paimagjinueshme. Mori vetëm e parë që gjeti. Pa imagjinuar se kush ishte ai në të vërtetë. Një milion i veshur me përullësi. Na tregoni këtu se çfarë do të bënit ju në vendin e saj. Dhe abonohuni, sepse kjo histori do t'ju lër pa fjalë. Shiu imët i prillit binte mbi Tiranë si një velo melankolie. Elira Hoxha vështronte nga dritarja e apartamentit të saj në blok lëvizjen e rrugës poshtë, njerëzit që vraponin me çadra shumë ngjyrëshe, makinat që përshkonin pellgjet me ujë, jeta që ndiqte ritmin e saj ndërsa ajo ndihej e mbyllur në një kafaz të padukshëm. Nuk ishte apartamenti ai që e burgoste. Ishte pesha e pritshmërive, gjykimi i vazhdueshëm, ndjesia se kur nuk ishte mjaftueshëm në sytë e atyre që duhej thjesht ta donin. Celulari i saj vibroi për herë të pestë atë pasdite. Një tjetër mesazh në grupin e familjes. Ledia, motra e saj më e vogël, kishte dërguar një foto për krah të dashurit të saj, Arbenit, në një restorant luksos te kodrat e liçenit. Mbi shkrimi thoshte diçka për festimin e 3 vjetorit të lidhjes. Emojit me zemra që pasuan, dërguar nga mami, tezja Vera, kushërira Jona, formonin një lumë miratimi që Elira e njihte mirë. Miratim që nuk e mori kurrë. Miratim që mësoi të mos e priste më. Ajo e hodhi celularin në divan dhe u kthye në kuzhinë, ku kafeja poftohej në filxhan. Ishte 32 vjeçe, arkitekte e diplomuar, punonte në një studio të respektuar, paguante vetë faturat e saj, jetonte në mënyrë të pavarur. Por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi kur mbërrinte në drekat e së dielës në shtëpinë e prindërve në Lundër. Aty, ajo ishte thjesht vajza beqare, ajo që nuk kishte arritur të sistemohej, ajo që i dha përparësi karrierës në vend që të ndërtonte një familje. Sikur njëra gjë të anulonte tjetrën. Sikur gjithë jeta e saj të mund të përmblidhej në statusin civil. Elira mori filxhanin dhe piu kafen e ftohtë me një gllënjk, duke ndier hidhsinë t'i zbriste në fy. Mungonin 4 ditë për festën e ditëlindjes së gjyshit Gëzim, patriarkut të familjes Hoxha. 80 vjet të një njeriu që ndërtoi një perandori të vogël dyqanesh materialesh ndërtimi në Tiranë dhe që tani ishte në pension, duke i lënë bizneset në duart e djalit të madh, babait të Elirës. Festa do të ishte madhështore, si gjithçka që përfshinte familjen Hoxha. Do të kishte fjalime, homazhe, të ftuar të rëndësishëm dhe, sigurisht, shfaqjen e bërthamës familjare perfekte. Ledia për krah Arbenit. Kushërinjtë e martuar me gratë dhe burrat e tyre. Dhe Elira, edhe një herë, vetëm. Ajo tashmë mund t'i imagjinonte komentet. Pyetjet e maskuara si shqetësim. Tezja Vera me buzëqeshjen e saj përbuzëse duke e pyetur nëse po dilte me dikë. Kushërira Jona duke lënë të kuptohet se karriera nuk të ngron natën. Mami, Silvana, me atë vështrimin që përziente zhgënjim dhe keqardhje, sikur Elira të ishte një kaus e humbur. Dhe Ledia, Ledia. E preferuara. Vajza që bëri gjithçka siç duhej. Ajo që gjeti një të dashur avokat, të pashëm, nga familje e mirë. Ajo që tani fliste për martesë, për fëmijë, për të ardhmen. Elira ndjeu shtrëngimin e njohur në gjoks. Nuk ishte zili. Kur nuk kishte qenë. Ishte lodhje. Lodhje nga krahasimet, nga nënvlerësimi, nga gjykimi. Lodhje nga nevoja për të justifikuar zgjedhjet e saj sa herë që shkelte në atë shtëpi. Lodhje nga shtirja se nuk i dhemte. Ajo mori sërish celularin dhe hapi grupin e familjes. Mesazhet vazhdonin. Tani, mami e pyeste nëse Elira e kishte blerë dhuratën për gjyshin. Nëse do të merrte dikë me vete në festë. Nëse kishte nevojë për ndihmë për të zgjedhur një fustan. Çdo fjalë mbarte një qëllim. Çdo pyetje ishte një kujtesë se ajo nuk përshtatej në kallëpin që kishin krijuar për të. Elira shkroi një përgjigje të shpejtë, diçka të përgjithshme se po kujdesej për gjithçka, dhe doli nga aplikacioni para se të mbërrinin më shumë mesazhe. E la celularin në tavolinën e mesit dhe shkoi në dhomën e gjumit. Hapi dollapin dhe pa fustanet e varura. Kishte rroba të bukura, të zgjedhura mirë. Gjithmonë ishte veshur mirë. Por e dinte se pavarësisht se çfarë do të vishte, ajo do të vëzhgohej, do të analizohej, do të kritikohej. Sepse problemi nuk ishte kur fustani. Ishte fakti që ishte vetëm. Pikërisht atëherë i lindi ideja. Një ide absurde, impulsive, krejtësisht jashtë asaj që Elira do të bënte normalisht. Po sikur të mos ishte vetëm.
Po sikur, vetëm këtë herë, ajo ta kthente lojën? Po sikur të shfaqej në festë e shoqëruar me dik në krah dhe tua mbyllte gojën të gjithë atyre gjuhëve helmuese? Ajo qeshi me vete duke tundur kokën. Ishte çmenduri. Por sa më shumë mendonte, aq më shumë ideja merrte formë. Nuk duhej të ishte diçka serioze. Nuk duhej të ishte e vërtetë. Thjesht duhej të ishte mjaftueshëm bindëse për të kaluar një fundjavë. Një burr çfarëdo, dikush që do të pranonte të shtirej për disa orë. Dikush që do ta ndihmonte të merrte frymë, qoftë edhe për një çast. Elira u kthye në dhomën e ndenjes dhe mori sërish celularin. Mendoi të shkarkonte ndonjë aplikacion takimesh, por ideja për të shfletuar profile, për të folur me të panjohur, për të shpjeguar situatën, i dukej raskapitse. Përveç kësaj, nuk i besonte dikujt nga bota virtuale për diçka të tillë. I duhej dikush që nuk e njihte, që nuk e dinte se kush ishte familja Hoxha, që nuk kishte qëllime të dyta. Dikush i zakonshëm. I padukshëm. Një figurant. Ajo pa orën. Ishte pothuajse 5 pasdite. Mori çantën, xhaketën jeans dhe doli nga apartamenti pa menduar shumë. Ndonjëherë vendimet më të mira ishin ato që nuk të linin kohë për dyshime. Zbriti shkallët e pallatit, doli në rrugën ende të lagur nga shiu i fundit dhe nisi të ecte pa një destinacion të caktuar. Kaloi pranë bareve, dyqaneve, kioskave të gazetave. Vëzhgoi njerëzit. Burra me kostum që ktheheshin nga puna. Student me çanta shpine. Ciklist që pedalonte në korsinë e biçikletave. Asnjëri prej tyre nuk i duke i duhuri. Ose ndoshta ajo nuk e dinte saktësisht se çfarë kërkonte. 2 bloqe më tutje, gjeti një kafe të vogël dhe diskrete, të fshehur mes 2 ndërtesave të vjetra. Fasada ishte e thjeshtë, me një tabel druri ku shkruhej vetëm kafe bujtina. Elira nuk kishte hyrë kurrë aty më parë, por diçka e tërhoqi brenda. Vendi ishte mikpritës, me tavolina druri të errët, llamba me dritë të verdhë dhe aromën e pagabueshme të kafes së freskët. Kishte pak njerëz. Një çift që bisedonte me zë të ulët pranë dritares. Një grua me flokë të thinjur që lexonte një libër. Dhe ai. Ai ishte ulur vetëm në një tavolinë në cep, larg lëvizjes, me një libër të hapur përpara dhe një filxhan kafeje që avullonte pranë. Kishte veshur një këmishë me kopsa bojqielli të hapur, të thjeshtë, pa asgjë të veçantë. Flokët gështenje i kishte pak të shpupuritura, sikur të kishte kaluar dorën disa herë ndërsa lexonte. Syzet me skelet diskret i qëndronin mbi hundën e hollë. Kishte një pamje të qetë, pothuajse të padukshme. Ishte pikërisht kjo. Ai nuk tërhiqte vëmendjen. Nuk shfaqte asgjë. Dukej si dikush që mund të kalonte pa u vënë re kudo. Elira porositi një kafe në banak dhe shkoi në një tavolinë pranë tij. U ul, duke u shtirur sikur po shihte celularin, por në të vërtetë e vëzhgonte me bisht të syrit. Ai kthente faqet e librit ngadalë, me kujdes, si dikush që i kushtonte vërtet vëmendje asaj që lexonte. Her pas here, çonte filxhanin te buzët, pinte një glënjik të vogël dhe i kthehej tekstit. Kishte duar të mëdha, por delikate në mënyrën si i trajtonte gjërat. Kishte diçka të qetë tek ai. Diçka që e qetësoi pa e ditur ai. Ajo qëndroi aty për gati 20 minuta, duke pirë kafen e saj, duke u përpjekur të mblidhte guximin për të bërë atë që kishte shkuar të bënte. Ishte absurde. Ai ishte një i panjohur i plot. Si do t'i afrohej dhe do t'i propozonte diçka kaq të çmendur? Si do t'i shpjegonte se i duhej dikush për t'u shtirur si i dashuri i saj në një festë familjare? Ai mund të mendonte se ishte një mashtrim, se ajo ishte e çmendur, se kjo ishte ndonjë lloj shakaje. Por atëherë, ai e mbylli librin. E futi në një çantë shpine të thjeshtë, piu pjesën e mbetur të kafes dhe u ngrit, gati për të ikur. Dhe Elira e dinte se ishte tani ose kurrë. Ajo u ngrit gjithashtu, zemra i rrite me shpejtësi, dhe shkoi drejt tij para se të mund të mendonte për mira arsyet për të mos e bërë këtë. Më fal që po të bezdis. Ai ndaloi dhe e pa, i habitur. Sytë e tij ishin gështenjë, të qetë, të butë. Pa nxitim. Po. Zëri ishte i thellë, por i butë. Nuk kishte nervozizëm, vetëm kurreshtje të sjellshme. Elira mori frymë thellë. E di që kjo do të tingëlloj krejtësisht e çuditshme, por a ke disa minuta për të biseduar?
Ai hezitoi për një sekond, pa orën e dorës dhe pastaj pohoi me kokë. Sigurisht. U ulën sërish. Elira përballë tij, duart e gërshetuara mbi tavolinë, duke u përpjekur të gjente fjalët e duhura. Ai priti, pa e nxituar, vetëm duke e vëzhguar me atë qetësi që asaj i dukej e çuditshme në një botë kaq të përshpejtuar. Kam një propozim. Një propozim pak të pazakond. Ai anoi lehtë kokën, i vëmendshëm. Elira vazhdoi, fjalët i dilnin shpejt, pothuajse duke u penguar mbi njëra tjetrën. Më duhet dikush që të më shoqërojë në një event familjar. Një festë ditëlindjeje të gjyshit tim. Fundjavën e ardhshme. Do të ishte vetëm kaq. Të shtireshe si i dashuri im, të ishe pranë meje për disa orë, ndoshta një darkë, vetë festa. Asgjë më shumë. Unë do të paguaja për kohën tënde. Një shumë të drejtë. Dhe pastaj, secili do të ndiqte rrugën e vet. Ai nuk reagoi menjëherë. Qëndroi aty duke përpunuar atë që ajo tha, pa gjykim të dukshëm në fytyrë. Elira ndjeu skuqjen t'i ngjitej në qafë. Tingëllonte edhe më absurde kur thuej me zë të lartë. Pse unë? Pyetja ishte e drejtë për drejtë, por jo e ashpër. Elira puliti sytë. Sepse dukesh i besueshëm. Dhe sepse nuk më njeh. Nuk e njeh familjen time. Nuk ke asgjë për të fituar përveç asaj që do të paguaj. Ai qëndroi në heshtje për disa sekonda të tjera. Pastaj pyeti, dhe pse të duhet dikush? Nuk mund të shkosh vetëm? Elira ndjeu një ny në fy. Mundem. Por jam lodhur duke u gjykuar për këtë. Lodhur duke qenë vajza që dështoi. Thjesht doja, për një herë, të më linin të qetë. Kishte diçka në zërin e saj që ja ndryshoi shprehjen atij. Një zbutje e lehtë në vështrim. Sikur ai të kuptonte më shumë se sa ajo kishte thënë. Sa kohë do të ishte? Nga e premtja në mbrëmje deri të dielën në mëngjes. Do të ishte në shtëpinë e prindërve të mi, në Lundër. Unë do të mbuloja gjithçka. Akomodimin nëse është e nevojshme, ushimin, transportin. Dhe një shumë parash për pjesëmarrjen tënde. Sa? Elira tha një shifër. Nuk ishte e tepruar, por ishte e mjaftueshme për të kompensuar bezdinë e një fundjave të tërë duke u shtirur si dikush që nuk ishte. Ai qëndroi duke e parë, sikur po maste diçka për te fjalëve. Sikur po shite diçka që ajo vetë nuk e shite. Si e ke emrin? Elira. Elira Hoxha. Dhe timin, do ta dish? Ajo puliti syt, duke kuptuar se as nuk e kishte pyetur. Po. Sigurisht. Benard. Benard prifti. Elira i zgjati dorën, duke u përpjekur të ruante një qëndrim profesional. Ai ja shtrëngoi, dora e tij ishte e fortë, por e butë. Atëherë, Benard. A pranon? Ai ja lëshoi dorën dhe u mbështet në karrige, syt ende të ngulitur tek ajo. Mund të pyes diçka para se të përgjigjem? Mundesh. Pse është kaq e rëndësishme kjo për ty? Deri në pikën sa t'ja propozosh këtë një të panjohuri? Elira nuk e priste pyetjen. Mendoi t'i jepte një përgjigje të vagull, të shmangej. Por kishte diçka në mënyrën se si ai pyeti, pa keqdashje, vetëm kurreshtje të sinqertë, që e bëri të ishte e ndershme. Sepse jam lodhur duke ndjerë se nuk jam mjaftueshëm. Lodhur duke qenë e padukshme kur jam vetëm dhe qendra e vëmendjes kur dështojnë të më përshtatin me atë që presin nga unë. Thjesht dua një fundjavë pa pasur nevojë të justifikohem. Pa pasur nevojë të duroj vështrime keqardhjeje apo komente dashakeqe. Dua të më lënë të ekzistoj. Fjalët dolën më të papërpunuara se sa ajo kishte ndërmend, të ngarkuara me një dhimbje që e ruante prej kaq shumë kohësh. Ajo e largoi vështrimin, e zënë ngushtë që ishte ekspozuar në atë mënyrë. Benardi qëndroi në heshtje. Kur Elira më në fund pati guximin të shikonte sërish, pa se ai po e vëzhgonte në një mënyrë tjetër. Jo me keqardhje. Jo me gjykim. Por me diçka që dukej si mirëkuptim. Pranoj. Elira ndjeu zemrën t'i rritë fort. Seriozisht? Seriozisht. Por me një kusht. Cili? Asnjë gënjeshtër përtej asaj që është e nevojshme. Nëse më pyesin diçka personale, unë do të përgjigjem me të vërtetën. Nuk do të shpik një histori të rreme për atë që jam. Thjesht do të jem në krahun tënd.
Pjesën tjetër ti vendos se si do ta menaxhosh. Elira pohoi me kokë shpejt. Në rregull. Kjo është perfekte, në fakt. Benardi mori një pecet letre dhe një stilolaps nga çanta e shpinës. Shënoi një numër telefoni dhe ja dha asaj. Më dërgoj një mesazh me detajet. Orarin, adresën, çfarë mendon se duhet të di për familjen tënde. Dhe do të biem dakord se si ta bëjmë këtë të duket e natyrshme. Elira e mori pecetën sikur të ishte diçka e çmuar. Do ta dërgoj sot. Ai pohoi me kokë, mori çantën e shpinës dhe u ngrit. Ajo bëri të njëjtën gjë, ende duke përpunuar faktin se kjo po ndodhte vërtet. Para se të largohej, Benardi ndaloi dhe e pa edhe një herë. Vetëm edhe diçka, Elira. Po, ti nuk je e padukshme. Dhe nuk ke nevojë të jesh e mjaftueshme për askën tjetër përveç vetes tënde. Ai e tha këtë me një thjeshtësi që e çorientoi nga brenda. Para se ajo të mund të përgjigjej, ai tashmë po dilte nga kafeneja, duke u zhdukur në rrugën e zhurmshme sikur të mos kishte qenë kurrë aty. Elira mbeti në këmbë, duke mbajtur pecetën me numrin e telefonit, duke ndjerë diçka të çuditshme në gjoks. Nuk ishte lehtësim. Nuk ishte saktësisht shpresë. Ishte diçka më e vogël, më e brishtë. Ishte ndjesia se, ndoshta, vetëm për një fundjavë, ajo nuk do të duhej ta mbante gjithçka vetëm. Kur arriti në shtëpi, tashmë ishte natë. Shiu ishte kthyer, më i fortë tani, duke trokitur në dritare. Elira hoqi xhaketën e lagur, mori celularin dhe ruajti numrin e Benardit. Mbeti duke parë ekranin, duke menduar se çfarë të shkruante. Si ta përmblidhte në mesazhe gjithçka që ai duhej të dinte. Si ta përshkruante familjen Hoxha pa tingëlluar e hidhëruar, pa u dukur sikur po kërkonte keqardhje. Filloi të shkruante ngadalë, duke zgjedhur çdo fjalë me kujdes. Shpjegoi për festën, për gjyshin gëzim, për pritshmërinë që të gjithë të ishin të shoqëruar. Foli shkurtimisht për Ledian, për prindërit, për presionin e vazhdueshëm. U përpoq të ishte objektive, por megjithatë, ndjeu se fjalët mbartnin më shumë emocion se sa kishte ndërmend. Kur mbaroi, rilexoi gjithçka, mori frym thellë dhe e dërgoi. Përgjigjja e Benardit erdhi disa minuta më vonë. Ishte e shkurtër, e drejtë për drejtë. E kuptova. Do ta bëjmë të funksionojë. Më beso. Elira e pa mesazhin për një kohë të gjatë. Të besonte. Ajo mezi e njihte. Mezi dinte ndonjë gjë për të përveç emrit. Por kishte diçka në atë bisedë të shkurtër, në ata sy të qetë, në ato fjalë të sakta, që e bënte të besonte se po, ndoshta mund t'i besonte. Ajo shkroi përsëri. Të besoj. Dhe kështu, pa e kuptuar saktësisht se çfarë sapo kishte vënë në lëvizje, Elira Hoxha mbylli marrëveshjen më të çuditshme dhe impulsive të jetës së saj. Në ditët në vijim, ajo do të kalonte orë të tëra duke menduar për atë që kishte bërë, duke pyetur veten nëse nuk duhej të anulonte gjithçka, nëse kjo nuk ishte çmenduri e tepërt. Por sa herë që grupi i familjes dërgonte një mesazh tjetër, sa herë që shihte Ledian duke postuar një foto tjetër perfekte, sa herë që mami e pyeste nëse kishte dikë për të marrë me vete, Elira kujtonte arsyen. Dhe kujtonte gjithashtu mënyrën se si Benardi e pa kur ajo tha se thjesht donte të ekzistonte pa pasur nevojë të justifikohej. Sikur ai ta dinte saktësisht se çfarë do të thoshte kjo. Sikur edhe ai të mbante diçka të rëndë që askush nuk e shihte. Ajo që Elira nuk dinte ishte se Benard prifti në të vërtetë e njihte atë. Jo personalisht. Jo thellësisht. Por ai ruante kujtimin e saj nga vite më parë, nga një natë në një event bamirësie ku ajo kishte hipur në skenë për të folur për një projekt social për banesa me kosto të ulët. Ajo ishte nervoze, ai e vuri re. Por foli me bindje, me pasion, me sytë që i shkëlqenin ndërsa përshkruante se si arkitektura mund të transformonte jetë. Ai ishte në audiencë, vetëm një tjetër i ftuar në një det fytyrash, por kur nuk e harroi atë grua. Kur ajo hyri në kafe atë pasdite, ai e njohu menjëherë. Dhe kur ajo i bëri atë propozim absurd, ai pa tek ajo jo një mundësi për të fituar para lehtë. Pa një shans për të qenë thjesht Benardi. Jo trashëgimtari. Jo biznesmeni. Jo emri që shoqërohej me shifra dhe pritshmëri. Thjesht një njeri i zakonshëm që mund të, për një fundjavë, të shihej për atë që ishte dhe jo për atë që zotëronte. Ai kishte ikur asaj bote.
Kishte lënë pas darkat e zbrazta, komplimentet me interes, njerëzit që e kërkonin vetëm kur kishin nevojë për diçka. Ishte larguar nga perandoria që ndërtoi duke ia dorëzuar menaxhimin ortakëve të besuar dhe tani jetonte një jetë të thjeshtë. Lexonte libra në kafene. Ecte nëpër rrugë pa u njohur. Merrte frym pa peshën e një mbiemri që më shumë e burgoste se sa e lironte. Dhe ja ku ishte e lira, duke i ofruar pikërisht atë që ai dëshironte më shumë. Anonimitetin. Shansin për t'u parë vetëm si Benard Prifti, njeriu, dhe jo si Benard Prifti, milioneri. Ai e futi celularin në xhep dhe pa nga dritarja e apartamentit ku jetonte, një vend modest në zonën e 21 dhjetorit, larg luksit që mund të kishte. Shiu vazhdonte të binte jashtë, duke larë rrugët, duke pastruar qytetin. Ai buzëqeshi lehtë. Ndonjëherë, fati kishte një sens humori të veçantë. Elira Hoxha donte një figuran. Dhe ai donte të ishte i padukshëm. Ndoshta, vetëm ndoshta, të dy do të gjenin pikërisht atë që kërkonin. Ose ndoshta do të zbulonin se po kërkonin gjën e gabuar gjatë gjithë kohës. Në ditët që pasuan, Elira dhe Benardi shkëmbyen mesazhe sporadike. Ajo i dërgonte informacione praktike. Ai përgjigjej me konfirmime të shkurtra. Nuk kishte intimitet, nuk kishte ngrohtësi. Ishte thjesht logjistik. Një marrëveshje tregtare e maskuar si marrëdhënie. Të njëjtën në mbrëmje, një ditë para festës, Elira ishte në zyrë duke përfunduar një projekt kur celulari i vibroi. Ishte Benardi. Mund të takohemi nesër para se të shkojmë te shtëpia e prindërve të tu? Mendoj se do të ishte mirë të rakordonim disa detaje personalisht. Ajo pranoi dhe lan takim në një kafe tjetër, më afër lagjes së prindërve të saj. Kur e mbylli telefonin, ndjeu nervozizmin të fillonte t'i rritej. Nesër do të ishte e vërtetë. Nesër ajo do të çonte një të panjohur të plot brenda shtëpisë ku ishte rritur, do ta prezantonte si të dashurin e saj dhe do të shpresonte që askush të mos e zbulonte farsën. Mori frym thellë, duke u përpjekur të qetësohej. Do të shkonte mirë. Duhej të shkonte mirë. Por thellë, në një vend që ajo nuk donte ta ekzaminonte shumë nga afër, kishte një pjesë të vogël të saj që nuk ishte vetëm nervoze. Ishte kurioztare. Kurioztare për atë se kush ishte Benard Prifti. Për atë që e bëri të pranonte një propozim kaq të çuditshëm pa hezituar shumë. Për atë që fshihej pas atyre syve të qetë dhe atyre fjalëve të sakta. Dhe kjo kurioztje, megjithse e vogël, ishte e rrezikshme. Sepse të ndjeje diçka, çfarëdo qoftë, për dikë që ishte aty vetëm përpara, ishte receta e përsosur për t'u lënduar. Por Elira i largoi këto mendime. Kjo ishte vetëm një marrëveshje. Vetëm teatr. Vetëm një fundjavë. Asgjë më shumë. E premtja zbardhi me një qiell të pastër mbi Tiranë, lloji i ditës që dukej se premtonte fillime të reja. Elira u zgjua herët, por jo sepse kishte fjetur mirë. E kaloi gjithë natën duke u rrotulluar në shtrat, duke përsëritur mendërisht se çfarë do të thoshte, si do të vepronte, duke u përpjekur të parashikonte çdo zhvillim të mundshëm të planit që kishte vënë në lëvizje. Tani, e ulur në kuzhinë me një filxhan kafe mes duarve, shikonte celularin mbi tavolinë dhe përpiqej të kontrollonte vorbullën e ankthit që rritej me çdo minutë. Kishte rënë dakord të takohej me Benardin në orën 3 pasdite në një kafe në rrugën e Durrësit, në gjysmë të rrugës midis apartamentit të saj dhe shtëpisë së prindërve në Lundër. Festa do të fillonte në orën 7, gjë që do t'u jepte kohë të mjaftueshme për të rakorduar detajet, për të rregulluar historinë dhe ndoshta, nëse gjithçka shkonte mirë, për të ndërtuar një farë natyrshmërie para se të përballeshin me familjen Hoxha. Ajo bëri një dush të gjatë, duke u përpjekur të lante bashkë me shkumën e sapunit gjithë tensionin e akumuluar. Zgjodhi një veshje të thjeshtë për takimin, pantallona jeans të errëta dhe një bluzë me mëngë të gjata në ngjyrë vishnje. Asgjë shumë e rregullt, asgjë që të tërhiqte vëmendjen. Futi në çantë fustanin që do të vishte në mbrëmje, një model blu të errët elegant por diskret dhe sandalet me taka mesatare. Gjithçka e menduar për të mos dhënë shkas për kritika. Gjithçka e llogaritur për të kaluar pa u vënë re ndërsa, paradoksalisht, përpiqej të shihej. Ora shënonte 2:30 kur ajo doli nga shtëpia. Trafiku ishte i qetë për një pasdite të premteje dhe ajo arriti në kafe 10 minuta para kohe. Parkoi në rrugën anësore, mori çantën dhe hyri.
Vendi ishte më modern se kafe bujtina, me mure me tulla të ekspozuara, bim të varura në tavan dhe një playlist indie rock që luej me zë të ulët. Benardi nuk kishte ardhur ende. Elira porositi një kafe dhe u ul pranë dritares, nga ku mund të shihte rrugën. Luajti me celularin pa i kushtuar vërtet vëmendje, vetëm për të pasur diçka me të cilën të merrej. 5 minuta më vonë, pa një makinë të ndalonte përballë kafes. Nuk ishte asgjë ekstravagante, një sedan gri i zakonshëm, por ishte pa të meta i pastër. Benardi doli, mbylli makinën dhe eci drejt hyrjes. Ajo ndjeu diçka të çuditshme në stomak kur e pa. Ai kishte veshur pantallona klasike të zeza dhe një këmishë të bardhë të thjeshtë, pa kravatë, mëngët e përveshura deri në mes të parakrahut. Flokët i kishte të rregulluara, por ende ruanin atë ajër lehtësisht të shpupuritur që asaj i dukej, kundër çdo logjike, simpatik. Ai e lokalizoi menjëherë dhe i bëri me shenjë me një gjysmë buzëqeshje para se të drejtohej te banaku për të bërë porosin. Kur ul përballë saj, kishte një qetësi tek ai që kontrastonte plotësisht me nervozizmin që ajo ndjente. Benardi vendosi filxhanin e ekspresit mbi tavolinë dhe e pa me atë të njëjtën qetësi që e kishte çorientuar ditë më parë. Si je? Pyetja ishte e thjeshtë, por e sinqertë. Elira mori frym thellë. Nervoze. Shumë nervoze. Është e kuptueshme. Ai piu një glënjë kafe. Por gjithçka do të shkojë mirë. Thjesht duhet të jemi të koordinuar. Ajo pohoi me kokë, mori çantën dhe nxori prej saj një blok të vogël ku kishte shënuar informacione. E hapi në faqen e shënuar dhe ja shtyu atij. Kam shkruar disa gjëra që duhet t'i dish. Emra, marrëdhënie familjare, tema që është më mirë të shmangen. Motra ime Ledia, veçanërisht. Ajo do të përpiqet të të destabilizojë. Benardi mori bllokun dhe e lexoi me vëmendje. Elira vëzhgonte shprehjet e tij ndërsa syt i përshkonin rreshtat. Ai nuk bënte komente, thjesht thithte informacionin si dikush që po studionte për një provim të rëndësishëm. Kur mbaroi, e mbylli bllokun dhe ja ktheu asaj. Familja jote duket intensive. Elira qeshi pa humor. Nuk e ke iden. Po gjyshja jote? Zonja Drita. Ke shkruar se ajo është ndryshe. Elira ndjeu një shtrëngim në gjoks kur mendoi për gjyshen. Po. Ajo është e vetmja që nuk më ka gjykuar kurrë. E vetmja që duket se më sheh vërtet. Por ajo është diskrete. Nuk përzihet shumë në diskutime. Vetëm vëzhgon. Benardi pohoi me kokë, i menduar. Do t'i kushtoj vëmendje asaj. Ata kaluan gjysmën e orës së ardhshme duke rishikuar detajet. Ku ishin një orë? Sa kohë kishin bashkë? Çfarë bënte ai profesionalisht? Elira sugjeroi që ai të thoshte se punonte me konsulencë, diçka mjaftueshëm e vagullt për të mos gjeneruar shumë pyetje. Benardi ra dakord pa rezistencë. Po për kontaktin fizik, pyeti ai drejt për drejt. Elira puliti syt, pa e pritur pyetjen. Si kështu? Të kapur për dore, krahun rreth shpatullave, gjëra të tilla. Për të dukur të natyrshëm, do të na duhet një nivel afërsie. Deri ku ndihesh rehat ti? Ajo nuk e kishte menduar këtë. Ideja që Benardi ta prekte, edhe pse në mënyrë teatrale, bëri që diçka e çuditshme t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Mendoj se gjërat bazike. Të kapur për dore. Ndoshta një krah rreth belit nëse është e nevojshme. Asgjë më shumë se kaq. Benardi pohoi me kokë. Dakord. Dhe nëse ndihesh në siklet në ndonjë moment, më jep një sinjal. Shtrëngon dorën 2 herë ose diçka të tillë. Elira e pa, e habitur nga konsiderata e tij. Faleminderit. Ata mbaruan kafen dhe Elira pa orën. Ishte koha. Ajo pagoi faturën, mori çantën dhe të dy dolën bashkë. Në trotuar, ajo ndaloi dhe e pa, realiteti i asaj që ishin gati të bënin më në fund i ra mbi supe si një peshë. Benard, unë e di që kjo është e çuditshme. Të falenderoj vërtet që pranove. Ai e pa me atë qetësi çarmatose. Nuk ka nevojë të falenderosh. Do ta bëjmë të funksionojë. Elira pohoi me kokë, mori frym thellë dhe tregoi makinën e saj. Do të shkojmë me makinën time. Të sjell unë përsëri më vonë. Në rregull.
Hynë në makinë dhe Elira ndezi motorin, duart i djersiteshin lehtë ndërsa mbante timonin. Rruga deri në Lundër ishte e shkurtër, por çdo metër i përshkuar dukej se ja shtonte peshën në gjoks. Benardi qëndroi në heshtje pranë saj, duke parë nga dritarja, pa e presionuar, pa bërë pyetje të panevojshme. Dhe në një farë mënyre, ajo heshtje ishte ngushëlluese. Kur hynë në lagjen e Lundrës, Elira uli shpejtësinë instinktivisht. Rrugët ishin të gjera, me pemë, shtëpitë të mëdha dhe imponuese. Ajo u kthye në një rrugë rezidenciale dhe ndaloi përballë një porte hekuri të farkëtuar. Pas saj, një shtëpi dykatëshe me fasadë guri, kopsht të mirëmbajtur dhe një shatërvan në qendër të oborrit. Ishte e bukur. Ishte imponuese. Ishte mbytëse. Kjo është shtëpia e prindërve të tu. Elira pohoi me kokë, duke fikur motorin. Po. Dhe atje, në atë makinë, janë Ledia dhe Arbeni. Benardi ndoqi vështrimin e saj dhe pa një syve të zi të parkuar pranë hyrjes. E kuptoj. Elira mori çantën, por nuk bëri shenjë të dilte nga makina. Qëndroi aty duke parë shtëpinë, duke ndjer peshën e të gjitha herëve që kishte kaluar atë portë, duke mbartur pritshmëri që kurrë nuk arriti t'i përmbushte. Benardi e preku lehtë në krah, një prekje e shkurtër, respektuese. Je gati? Ajo u kthye nga ai dhe pa diçka në sytë e tij që nuk e priste. Nuk ishte keqardhje. Ishte solidaritet. Sikur ai të kuptonte vërtet se çfarë do të thoshte të ishe gati për të hyrë në një fushë betejë të maskuar si mbledhje familjare. Jam. Ajo mori frym thellë. Hajde. Dolën nga makina dhe Elira i ra ziles së portës. Disa sekonda më vonë, zëri i babait u dëgjua nga citofonia. Kush është? Unë jam, babi. Elira. Porta u hap automatikisht dhe ata hynë. Ecën në përkopsh deri te dera kryesore, ku Silvana, mamaja e Elirës, tashmë i priste. Ajo ishte një grua me gjatësi mesatare, flok bjond të rregulluar në mënyrë perfekte, rroba të shtrenjta dhe një buzëqeshje që nuk i arrinte sy. Elira, sa mirë që erdhe. Zëri ishte i sjellshëm, por i ftohtë. Dhe ke sjell shoqëri. Elira gëlltiti pështymën dhe sforcoi një buzëqeshje. Mami, ky është Benardi. Benard, mamaja ime, Silvana. Benardi i zgjati dorën me edukat. Gëzohem që ju njoh, zonja Silvana. Silvana ja shtrëngoi dorën shkurtimisht, syt tashmë duke i skanuar çdo detaj. Rroba të thjeshta. Qëndrim i sjellshëm por modest. Makinë e zakonshme. Ajo mund ta shihte vlerësimin që po ndodhte në kohë reale dhe ndjeu zemërimin t'i vlonte për brenda. Hyni, hyni. Silvana u tërhoq mënjan për t'u hapur rrugën. Babai yt është në dhomën e ndenjes me të tjerët. Ata hynë në shtëpi. Brendësia ishte po aq imponuese sa jashtësia. Dyshe me mermeri, lambadar kristali, mobilje druri fisnik. Gjithçka perfekte. Gjithçka e ftohtë. Elira ndjeu dorën e Benardit t'i prekte lehtë të sajën dhe, pa menduar shumë, gërshetoi gishtat e tij. Ai ja shtrëngoi përsëri, fort. Në dhomën e madhe të ndenjes, disa njerëz ishin mbledhur tashmë. Elira njohu xhaxhallarët, tezet, kushërinjt dhe në qendër baban e saj, Agim Hoxha, duke biseduar me një grup burrash më të moshuar. Ai ishte i gjatë, i fortë, me flokë të thinjur të krejur prapa dhe një qëndrim që rrezatonte autoritet. Kur pa Elirën të hynte, ndërpreu bisedën dhe eci drejt saj. Bia ime. Ai e puthi në faqe shpejt dhe pastaj ja ktheu vëmendjen Benardit. Dhe kush është ky djalë? Babi, ky është Benardi. Benard prifti. I dashuri im. Fjala i doli çuditshëm nga goja, por ajo e mbajti tonin të fortë. Agimi i zgjati dorën dhe Benardi ja shtrëngoi me vendosmëri. Prifti. Agimi e përsëriti mbiemrin sikur po përpiqej të lokalizonte diçka. Njon ndonjë prifti? Elira ndjeu zemrën t'i rritë shpejt, por Benardi u përgjigj me qetësi. Është një mbiemër i zakonshëm. Ndoshta njihni dik me të njëjtin emër, por dyshoj se kemi lidhje farefisnore. Agimi pohoi me kokë, ende duke e analizuar. Dhe me çfarë merresh, Benard? Punoj me konsulencë. Projekte strategjike, kryesisht. Agimi nuk dukej shumë i impresionuar, por bëri me kokë. Mirë se erdhe.
Para se të mund të vazhdonin bisedën, një zë femëror u dëgjua nëpër dhomë. Elira, ke sjell dik? Ledia doli nga kuzhina, një gotë verë të bardhë në dorë, e veshur me një fustan roz të çelët që i theksonte në mënyrë perfekte siluetën. Flokët bjond i binin në valë të buta mbi supe, grimi ishte pa të meta. Pranë saj, Arbeni, i dashuri i saj, i gjatë, me kostum blu të errët, buzëqeshje plot vetbesim. Ata dukeshin sikur kishin dalë nga një revistë stili jete. Ledia ndaloi kur pa Bernardin. Sytë e saj e përshkuan çdo centimetër të tij, nga kokat e këmbët, dhe Elira pa momentin e saktë kur motra vendosi se ai nuk ishte mjaftueshëm. Përshëndetje, motër. Ledia u afrua, buzëqeshja e ëmbël por helmuese. Nuk e dija që po takoheshe me dik. Elira sforcoi një buzëqeshje përsëri. Po ja. Ky është Bernardi. Bernard, motra ime Ledia dhe i dashuri i saj, Arbeni. Bernardi i përshëndeti të dy me edukat. Arbeni ja shtrëngoi dorën me forcë të panevojshme, një gjest tipik territorial. Ledia vetëm bëri me shenjë me gishta, pa e lëshuar gotën e verës. Interesante. Ledia anoi kokën. Dhe sa kohë keni bashkë? Disa muaj, u përgjigj Elira shpejt. Dhe pse nuk kemi dëgjuar kurrë për të? Elira ndjeu kurthin të mbyllej. Sepse jo gjithçka në jetën time duhet të ekspozohet në grupin e familjes, Ledia. Ledia qeshi lehtë, por vështrimi ishte i mprehë. Sigurisht. Thjesht mu duk kurioze. Ti gjithmonë ke qenë kaq e rezervuar. Arbeni hyri në bisedë, buzëqeshje arrogante. Dhe me çfarë merresh, Bernard? Konsulencë. Çfarë lloji? Strategjike. Projekte të veçanta. Arbeni shkëmbeu një vështrim me Ledian. E kuptoj. Duhet të jetë interesante. Toni ishte përbuzës dhe Elira ndjeu zemërimin t'i rritej. Por Bernardi mbeti i patrazuar, sikur të mos e vinte re ose thjesht të mos i interesonte provokimi delikat. Tensioni u thye nga ardhja e zonjës Drita, gjyshes së Elirës. Ajo ishte një zonjë rreth të 80-tave, me flokë të bardhë të mbledhur në një topuz të ulët, sy blu ende të gjallë dhe depërtues. Ecte ngadalë, e mbështetur në një bastun elegant, por qëndrimi ishte i drejtë dhe dinjitos. Elira, e dashura ime. Zonja Drita hapi një buzëqeshje të sinqertë kur pa mbesën. Elira u shkëput nga Bernardi dhe shkoi të përqafonte gjyshen, duke ndjer aromën e njohur të livandës. Gjyshe, sa mirë që të shoh. Zonja Drita e përqafoi përsëri dhe pastaj pa Bernardin. Dhe kush është ky djalë kaq i sjellshëm? Gjyshe, ky është Bernardi. I dashuri im. Zonja Drita i zgjati dorën dhe Bernardi e kapi me delikatesë. Gëzohem, zonja Drita. Kënaqësia është e imja, Bernard. Zëri i saj ishte i butë, por kishte diçka në sytë e saj, një shkëndim mirëkuptimi që e bëri Elirën të pyeste veten nëse gjyshja e dinte tashmë gjithçka. Drita e pa atë për një moment tjetër dhe pastaj pohoi lehtë me kokë, sikur të kishte arritur në një përfundim. Kujdesu mirë për mbesën time. Patjetër. Drita buzëqeshi dhe u largua, duke lënë një heshtje kurioze në ajër. Elira pa Bernardin, i cili ruante shprehjen e qetë, por kishte diçka ndryshe tani. Sikur gjyshja të kishte parë diçka tek ai që të tjerët nuk e pan. Darka u shërbye në orën 8. Tavolina e gjatë në dhomën e ngrënjes ishte shtruar me enë porcelani të hollë, gota kristali dhe një kompozim lulesh në qendër. Të gjithë u ulën dhe Elira e gjeti veten të ulur midis Bernardit dhe kushërirës Jona, një grua 28 vjeçare, e martuar prej 3 vitesh, që dukej se e kishte bërë amësin identitetin e saj të vetëm. Elira, ti ende nuk ke menduar të bësh fëmijë? Pyeti Jona ndërsa merrte sallatë. Ende nuk është prioriteti im. Por koha kalon, apo jo? Insistoi Jona, duke buzëqeshur me shqetësim të rrem. Pastaj bëhet më e vështirë. Elira ndjeu dorën e Bernardit të vendosej lehtë mbi të sajën poshtë tavolinës. Një gjest i vogël, por që e pengoi të përgjigjej ashpër. Çdo njeri ka kohën e vet, tha ai, zëri i qetë por i vendosur. Nuk mendoj se ekziston një afat i caktuar për këto gjëra. Jona puliti syt, pa ditur si të përgjigjej. Silvana, nga ana tjetër e tavolinës, vëzhgonte gjithçka me vështrim të vëmendshëm. Po ti, Bernard, hyri Agimi në bisedë. Ke vëllezër e motra? Jo.
Jam fëmijë i vetëm. Po prindërit e tu? Ata kanë ndëruar jetë disa vite më parë. Një heshtje e rëndë ra mbi tavolinë. Elira pa Bernardin e habitur. Ai nuk e kishte përmendur këtë më parë. Fytyra e tij ishte e qetë, por kishte një hije në sy që nuk ishte aty më parë. Më vjen keq, tha zonja Drita nga ana tjetër e tavolinës dhe zëri i saj mbarte një sinqeritet që e preu tensionin. Faleminderit, pohoi Bernardi. Darka vazhdoi, por atmosfera kishte ndryshuar. Pyetjet u paksuan dhe Elira kuptoi se zbulimi i Bernardit kishte krijuar një barierë delikate. Askush nuk dinte saktësisht se si të sillej me dikë që kishte humbur prindërit. Ishte një temë shumë delikate për të eksploruar në një darkë familjare. Pas ëmbëlsirës, Agimi i mori burrat në dhomën e ndenjes, ku shërbeu uiski dhe puro. Elira pa Bernardin të merrej bashkë me ta dhe ndiu një shtrëngim në gjoks. Ai ishte vetëm atje, i rrethuar nga burra që nuk e njihnin dhe që me siguri do ta gjykonin pa mëshirë. Gratë mbetën në verandë duke biseduar për gjëra të kota. Ledia përfitoi nga mungesa e Bernardit për të sulmuar. Duket i thjeshtë. Elira mori frym thellë. E çfarë pastaj? Thjesht po them. Ti gjithmonë ke qenë kaq e pavarur, kaq e fokusuar në karrierë. Mendova se do të zgjidhje dikë më. Në nivelin tënd. Dhe cili është niveli im, Ledia? Ledia ngriti supet duke buzëqeshur. Nuk e di. Dikë më të stabilizuar. Më të dukshëm. Elira ndjeu zemërimin t'i vlonte. Ndryshe nga ti, unë nuk i zgjedh njerëzit për atë që kanë. I zgjedh për atë që janë. Silvana ndërhyri para se diskutimi të përshkallëzohej. Vajza, ju lutem. Është festa e gjyshit tuaj. Le ta ruajmë harmoninë. Elira u ngrit, mori çantën dhe doli nga veranda. Kishte nevojë për ajër. Kishte nevojë për hapësirë. Eci deri në kopshtin e pasëm, ku një shatërvan i vogël guri gurgullonte qetësisht. U ul në stolin aty pranë dhe mbylli syt, duke u përpjekur të kontrollonte frymëmarrjen. Minuta më vonë, dëgjoi hapa dhe hapi syt. Ishte Bernardi. Ai u afrua ngadalë dhe u ul pranë saj. Je mirë? Elira qeshi hidhur. Jo. Por faleminderit që pyet. Motra jote është sfiduese. Ajo është një nepërk. Bernardi qëndroi në heshtje për një moment. Pastaj, çuditërisht, buzëqeshi lehtë. Kam njohur më të këqija. Elira e pa, kureshtare. Prindërit e tu vërtet kanë ndëruar jetë? Po. Para 8 vitesh. Më vjen keq. Nuk e dija. Nuk kishe si ta dije. Ai pa shatërvanin. Por është e vërtetë. Dhe kam mësuar se njerëzit e kanë të vështirë të përballen me humbjet e të tjerëve. Kështu që ndonjëherë ta përdorësh këtë si mburoj funksionon. Elira rudhi vetullat. Mburoj? Për të shmangur pyetje të papërshtatshme. Ai e pa në sy. Vura re se babai yt po fillonte të hetonte shumë. Mendova se ishte më mirë të krijoja një barierë. Ajo qëndroi duke e parë, duke u përpjekur të kuptonte se kush ishte ky njeri. Je më strategjik se sa dukesh. Bernardi ngriti supet. Mbietes. Qëndruan aty në heshtje duke dëgjuar zhurmën e ujit të shatërvanit. Elira ndjente diçka të ndryshonte brenda saj, diçka të vogël por domethënëse. Bernardi nuk ishte thjesht një figuran. Ai po e luante vërtet lojën. Dhe po e luante mirë. Faleminderit, tha ajo me zë të ulët. Për çfarë? Që je këtu. Që nuk ke ikur ende. Bernardi e pa dhe kishte diçka në atë vështrim që e çarmatosi plotësisht. Unë nuk u iki gjërave, Elira. Kur pranoj diçka, e çoj deri në fund. Ajo ndjeu zemrën t'i rritë shpejt dhe shpejt e largoi vështrimin, e hutuar nga reagimi i saj. Ata mezi njiheshin. Kjo ishte vetëm një marrëveshje. Vetëm teatër. Por atëherë, pse çdo fjalë e tij dukej se e arrinte në një mënyrë që askush tjetër nuk mundej. Ata u kthyen brenda bashk. Festa vazhdonte, më shumë njerëz kishin ardhur dhe shtëpia ishte plot me biseda të gjalla. Elira e prezantoi Bernardin me disa të afërm të tjerë dhe ai mbajti të njëjtin qëndrim të sjellshëm dhe diskret. Nuk përpiqej të bënte përshtypje. Nuk shfaqej.
thjesht ishte i pranishëm. Kur ora shënoi mesnatën, Agimi u ngjit në një platformë të vogël të improvizuar në dhomë dhe tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Ngriti një gotë dhe bëri një dolli për baban e tij, Gëzimin, i cili ishte ulur në një koltuk lëkure, duke buzëqeshur me kënaqësi. Pati duar trokitje, më shumë dolli dhe pastaj muzikë. Ledia dhe Arbeni ishin të parët që kërcyen, duke u shfaqur në qendër të dhomës sikur të ishin në një skenë. Elira qëndroi e mbështetur në mur duke vëzhguar me Benardin pranë saj. Do të kërcesh? Pyeti ai. Ajo e pa, e habitur. Ti kërcen? Pak. Elira hezitoi, por pastaj pa Ledian duke i parë me atë buzëqeshje mendje madhe. Dhe diçka brenda saj vendosi se nuk do t'i jepte motrës kënaqësinë ta shihte të strukur. Hajde. Benardi e çoi në qendër të dhomës, i vendosi një dorë në bel dhe ja kapi dorën me tjetrën. Muzika ishte e butë, një vals i vjetër, dhe për habin e Elirës, ai vërtet dinte të kërcente. Jo në mënyrë të egzageruar, por me një elegancë natyrale që e kapi në befasi. Ku ke mësuar të kërcesh kështu? Pyeti ajo, pothuajse pa dashje. Mamaja ime këmbënguli, u përgjigj ai, sytë të ngulitur tek ajo. Thoshte se një burr që dinte të kërcente kishte më shumë shanse të bënte përshtypjet e një grua që ja vlente. Elira ndjeu diçka të lëvizte në gjoks. Ajo ishte e mençur. Ishte. Ata vazhduan të kërcenin dhe Elira kuptoi se të gjithë rreth saj ishin zhdukur. Nuk kishte më Ledia, nuk kishte më Silvana që gjykonte, nuk kishte më Agim që vlerësonte. Kishte vetëm atë dhe Benardin duke lëvizur në sinkron perfekt, sikur ta kishin bërë këtë mira herë më parë. Kur muzika mbaroi, ata ndaluan, por qëndruan aty për një sekond më shumë afër, duke marrë frymë në të njëjtin ritëm. Elira e pa në sy dhe pa diçka që e friksoi. Pa të vërtetën. Dhe pa pritur, marrëveshja që dukej kaq e thjesht në kafe atë pasdite nuk dukej më as pak e thjesht. E shtuna zbardhi me diellin që pushtonte dhomën e miqve ku Elira kishte fjetur. Në të vërtetë, të flije do të ishte një egzagerim. Ajo kaloi pjesën më të madhe të natës duke parë tavanin, duke rishikuar çdo moment të natës së kaluar, çdo vështrim, çdo fjalë, çdo prekje. Mënyrën se si Benardi e mbajti gjatë kërcimit. Ngrohtësinë e dorës së tij në belin e saj. Afërsinë që dukej shumë e natyrshme për të qenë vetëm aktrim. Ajo u ngrit, bëri dush dhe zbriti për mëngjes. Shtëpia ishte ende e qetë, vetëm zhurma e largët e zërave që vinin nga kuzhina. Kur hyri në dhomën e ngrënies, gjeti Benardin tashmë të ulur në tavolinë, duke biseduar qetësisht me zonjën Drita. Skena e kapi në befasi. Gjyshja qeshte me diçka që ai kishte thënë, syt I shkëlqenin me një gjallëri që Elira nuk e shihte prej kohësh. Mirëmëngjes, tha Elira, duke u afruar. Benardi u ngrit me një herë. Mirëmëngjes. Fjetë mirë? Ashtu kështu. Ajo tërhoqi një karrige dhe u ul pranë gjyshes. Po ju? Zonja Drita I dha një goditje të lehtë e të dashur në dorë Elirës. Unë gjithmonë flem mirë, e dashur. Dhe Benardi këtu është një shoqëri e shkëlqyer mëngjesi. E dinit që ai flet mandarin? Elira u kthye nga Benardi, e habitur. Flet? Pak, u përgjigj ai, modestisht. E mësova disa vite më parë. Më pëlqejnë gjuhët. Mandarina nuk është saktësisht një gjuhë e zakonshme për të mësuar, vërejti zonja Drita me mbretësi. Pata mundësinë të studioja. Benardi ngriti supet duke marrë filxhanin e kafes. Dhe gjithmonë më ka magjepsur mënyra se si gjuhët e ndryshme strukturojnë mendimin. Elira e vëzhgonte, e intriguar. Çdo detaj që zbulonte për të dukej se shtonte një shtresë kompleksiteti që nuk e priste. Ai nuk ishte thjesht një njeri I zakonshëm që pranoi një marrëveshje të çuditshme. Kishte diçka më shumë aty, diçka që ajo nuk mund ta emërtonte ende. Pjesa tjetër e familjes filloi të vinte për mëngjes. Ledia zbriti e veshur me një kostum lino bezh, flokët të kapur në një bisht kali perfekt, e ndjekur nga Arbeni. Silvana erdhi me njëherë pas, tashmë e grimuar dhe e rregulluar sikur do të shkonte në një event. Agimi ishte I fundit, duke sjellë me vete aromën e locionit të shtrenjtë pas roje. Mëngjesi u shërbye në verandë, një tavolinë e gjatë me mbulesë të bardhë, e mbushur me bukë, kek, fruta, djathëra dhe prosciutto. Gjithçka perfekte. Gjithçka pa të meta. Gjithçka teatrale.
Benard, do të qëndrosh edhe për drek, apo jo? Pyeti Silvana ndërsa lyente një fet buke të thekur me reçel. Nëse nuk është bezdi. Sigurisht që jo, ndërhyri Agimi, por kishte diçka të llogaritur në tonin e tij. Në fakt, do të doja të bisedoja më shumë me ty për punën tënde. Konsulencë, the? Pikërisht. Duhet të njohësh shumë njerëz interesant në këtë fushë. Disa njerëz. Benardi e mbajti përgjigjen të vagull. Elira ndjeu tensionin të rritej. Babai po peshkonte informacione, duke u përpjekur ta fuste Benardin në ndonjë kategori që kishte kuptim për të. Por Benardi nuk e hante Karemin, duke mbetur i sjellshëm por evaziv. Ledia përfitoi nga rasti. Arbeni gjithashtu punon me konsulencë. Konsulencë juridike, sigurisht. Ndoshta njihni njerëz të përbashkët. Arbeni u rehatua në karrige duke fryrë lehtë gjoksin. Punoi kryesisht me bashkime dhe blerje kompanish. Kompani të mëdha. Ti në çfarë fushë vepron specifikisht, Benard? Strategji operacionale. Projekte ristrukturimi, kryesisht. Arbeni pohoi me kokë, qartësisht duke u përpjekur të vlerësonte nëse Benardi përfaqësonte ndonjë kërcënim për pozicionin e tij në familje. Interesante. Duhet të fitosh mirë me këtë. Mjaftueshëm për të jetuar. Përgjigjja ishte e thjeshtë, por kishte një vendosmëri në të që e mbylli temën. Elira fsheu një buzëqeshje pas filxhanit të kafes. Benardi nuk lejonte të intimidoj, por as nuk hynte në lojën e matjes së forcës që Arbeni përpiqej të fillonte. Zonja Drita vëzhgonte gjithçka në heshtje, sytë e vëmendshëm duke përshkuar çdo shprehje, çdo gjest. Kur Ledia u ngrit për të marrë më shumë kafe, gjyshja u përkul diskretisht drejt Elirës dhe i pëshpëriti. Ky djalë është interesant. Nuk është nga ata që shfaqen. Elira pa gjyshen dhe vuri re një shkëlqim në sytë e saj që e bëri të mendonte nëse Drita dinte më shumë se sa dukej. Ai është ndryshe. Të ndryshmit zakonisht janë më të mirët. Drita i dha një goditje të lehtë në dorë mbesës dhe ja ktheu vëmendjen kafes. Pas mëngjesit, Agimi sugjeroi që burrat të shkonin të luanin bilardo në dhomën e lojrave ndërsa gratë organizonin përgatitjet e fundit për drekën. Elira pa Benardin të tërhiqej praktikisht nga xhaxhallarët dhe kushërinjt dhe ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ai po ja dilte mirë, por ajo e dinte se burrat e familjes mund të ishin të pamëshirshëm kur donin. Në kuzhinë, Silvana shpërndante detyra ndërsa Ledia ishte ulur në banak, duke luajtur me celularin. Elira filloi të ndihmonte me sallatën, por mendja e saj ishte në dhomën e lojrave, duke imagjinuar se çfarë po e pyesnin Benardin. Ledia ngriti syt nga celulari, një buzëqeshje djallëzore në buzë. Ah, Elira, harrova të tregoja. Kam ftuar edhe një person tjetër për drek. Elira ndaloi së preri domatet. Një mik të vjetër, u përgjigj Ledia duke u kujdesur t'i zvarriste fjalët. Jam e sigurt që do të pëlqejë ta shohësh. Një e ftohtë i përshkoi shtyllën kurrizore e Elirës. Ajo e njihte atë ton. E njihte atë buzëqeshje. Ledia? Renisin. Renis Bashën. Emri ra si një gur në ujë të qetë. Elira ndjeu gjakun t'i ngri. Renisi. Ishi dashuri i saj. Burri me të cilin ishte ndarë gati 2 vjet më parë, pasi zbuloi se ai e shihte më shumë si një trofe se sa si një person. Burri që familja e saj e adhuronte, që Ledia gjithmonë e kishte menduar perfekt për të. Pse do ta bëje këtë? Pyeti Elira, zëri i dridhej nga zemërimi i përmbajtur. Ledia ngriti supet, buzëqeshja ende e pranishme. Ai pyeti për ty, tha se i kishe munguar. Mendova se do të ishte bukur të organizoja një ritakim. Në fund të fundit, u ndat kaq papritur. Silvana ndërhyri, por pa ndërhyrë vërtet. Ledia nuk mendoi se është e përshtatshme. Mami, është vetëm një drek, këmbënguli Ledia. Elira është me Benardin tani, apo jo? Kështu që nuk ka asnjë problem. Elira shtrëngoi thikën me aq forcë sa nyjet e gishtave ju zbardhën. E dinte saktësisht se çfarë po bënte Ledia. Ishte një kurth. Donte ta shite Elirën në siklet, donte të krijonte tension, donte të ekspozonte çdo brishtësi në marrëdhënien e saj me Benardin. Dhe më e keqja, donte që Renisi të shihte se Elira ishte me dikë qartësisht inferior ndaj tij, të paktën në sytë e familjes. Kam nevojë për ajër.
Elira la thikën dhe doli nga kuzhina para se të thoshte diçka për të cilën do të pendoi. Shkoi në kopshtin anësor, në të njëjtin stol ku ishte ulur natën e kaluar. Mori frym thellë disa herë, duke u përpjekur të kontrollonte zemërimin dhe panikun që filluan t'i rriteshin. Renisi do të ishte aty brenda pak orësh. Renisi, me buzëqeshjen e tij plot vetbesim, kostumin e shtrenjtë, qëndrimin e dikujt që gjithmonë e dinte se ishte i preferuari. Dhe ajo do të duhej të prezantonte Bernardin, do të duhej të shtirej se gjithçka ishte në rregull, do të duhej të duronte krahasimet e pashmangshme. Dëgjoi hapa dhe u kthye. Ishte Bernardi. Ai po vinte qetësisht, duart në xhepa, shpreha e qetë. Motra jote ka një talent të veçantë për të krijuar situata të sikletshme. Elira qeshi pa humor. Dëgjove? Muret nuk janë aq të trasha sa duken. Ai u ul pranë saj në stol. Dhe edhe sikur të ishin, tensioni ndiej që këtu jashtë. Ajo ftoi ish të dashurin tim për dreg. E di. Elira e pa. Nuk je i shqetësuar? Pse duhet të jem? Sepse do të jetë e sikletshme. Sepse do të krahasojnë me të. Sepse Ledia do të bëj gjithçka për të më poshtëruar. Bernardi qëndroi në heshtje për një moment duke parë kopshtin. Pastaj foli, zëri i qetë por i vendosur. Elira, ti më kontraktove për të qenë i dashuri yt për një fundjavë. Jo për të konkuruar me askën. Jo për të mbrojtur nga situata të sikletshme. Jam këtu për të qenë në krahun tënd. Çfarëdo që të ndodh në drek, do ta përballojmë bashkë. Dhe nëse ky Renisi tenton diçka, ti do t'i tregosh atij saktësisht pse nuk je më me të. Fjalët e tij e goditën në një mënyrë që nuk e priste. Nuk ishte mburrje. Nuk ishte vetbesim i rrem. Ishte thjesht një pohim i thjesht se ai nuk do të ikte, çfarëdo që të ndodhte. Dhe kjo, në një farë mënyre, e qetësoi më shumë se çdo fjalë ngushëllimi. Faleminderit, tha ajo, sinqerisht. Ai pohoi me kokë. Tani, le të kthehemi para se mamaja jote të dërgoj dikë të na kërkoj. Ata u kthyen në shtëpi bashkë. Elira ndjeu dorën e tij t'i prekte të sajën dhe, pa menduar shumë, gërshetoi gishtat. Ai nuk komentoi, vetëm ja shtrëngoi përsëri. Dreka u shërbye në mesditë. Tavolina ishte edhe më e përpunuar se darka e natës së kaluar, me pjata të sofistikuara, verëra të shtrenjta dhe një dekor që dukej sikur kishte dalë nga një revistë. Të ftuarit filluan të vinin, miq të familjes, ortak të gjyshit gëzim, njerëz të rëndësishëm të Tiranës. Dhe pastaj, saktësisht në 12:30, Renis Basha kaloi pragun e derës kryesore. Ai ishte saktësisht siç e mbante mend Elira. I gjatë, me shpatulla të gjera, flokë të zinj të krejur prapa, sy të errët dhe depërtues. Kishte veshur një kostum gri të prerë në mënyrë perfekte, këpucë italiane shkëlqyese dhe mbante një buqet me lule të shtrenjta në dorë. Kur pa Elirën, hapi një buzëqeshje që përziente sharm dhe arrogancë. Elira. Zëri ishte i thellë, i kontrolluar. Sa mirë që të shoh. Renis. Ajo sforcoi një buzëqeshje të sjellshme. Ai u afrua dhe e puthi në faqe, duke qëndruar një sekond më shumë se sa duhej. Pastaj u kthye nga Bernardi me një shprehje vlerësuese. Dhe ti duhet të jesh i dashuri i ri. Bernardi i zgjati dorën. Bernard prifti. Renisi ja shtrëngoi dorën me forcë, lloji i shtrëngimit që përpiqej të vendoste dominancë. Renis Basha. Gëzohem. Kënaqësia është e imja. Të dy u matën në heshtje për një moment të shkurtër dhe Elira pa qartë lojën që po vendosej. Renisi ishte aty për të shënuar territor, për të treguar se edhe pse nuk ishte më me Elirën, ende kishte ndikim mbi të. Dhe Bernardi, për habin e saj, nuk u tërhoq asnjë centimetër. Ledia u shfaq pranë Renisit, buzëqeshja fitimtare. Renis, eja të njihesh me të tjerët. Ajo e mori me vete, por jo para se Renisi t'i hidhte një vështrim të fundit Elirës, të ngarkuar me qëllime që ajo i njihte shumë mirë. Ai është saktësisht siç e përshkrove, komentoi Bernardi me zë të ulët. Më keq, u përgjigj Elira, duke ndier stomakun t'i kthehej. Dreka ishte një ushtrim tensioni i maskuar si për zemërsi. Renisi u vendos strategjikisht përballë Elirës dhe Bernardit dhe e kaloi gjithë vaktin duke drejtuar komente delikate, duke bërë pyetje në dukje të pafajshme, por të ngarkuara me qëllime të dyta. Atëherë, Bernard, ku banon në Tiranë?
Ishte 21 dhjetori. 21 dhjetori, përsëriti Renisi, Toni duke e bërë të qartë se çfarë mendonte për lagjen. Zonë interesante. Shumë demokratike. Po. Ka mjaft diversitet, u përgjigj Benardi pa u tronditur. Dhe si u njohet? Në një kafe, u përgjigj Elira para se Benardi të mundej. Ndonjëherë, takimet më të mira ndodhin në vendet më të papritura. Renisi buzëqeshi, por nuk kishte ngrohtësi në buzëqeshjen e tij. Sigurisht. Unë dhe Elira u njohëm në një event bamirësie. Të kujtohet, Elira? Ajo gala në pallatin e kongreseve. Më kujtohet. Ishin kohë të mira. Renisi piu një glënjë verë, sytë të ngulitur tek ajo. Sa keq që mbaroi. Gjërat mbarojnë kur duhet të mbarojnë. Benardi hyri në bisedë, zëri i qetë por i vendosur. Ndonjëherë, fundi i diçkaje është fillimi i diçkaje më të mirë. Renisi e pa në sy, nofulla pak e tendosur. Filozofike. Realiste. Tensioni ishte i prekshëm dhe Elira pa disa vështrime kurioze të ktheheshin drejt tavolinës. Ledia vëzhgonte gjithçka me kënaqësi të fshehur, ndërsa Silvana shtirej sikur nuk e vinte re sikletin. Agimi, duke e kuptuar situatën, vendosi të ndryshonte temë. Benard, babai im më tha se ti flet mandarin. Është e vërtet? Flis pak. Agimi u kthye nga gëzimi, patriarku. Babi, a nuk e ke atë pikturën me kaligrafi kineze që bleve në një udhëtim në Shangaj? E kam. Gëzimi pohoi me kokë, sytë i shkëlqenin nga interesi. Kur nuk arrita ta përkthej siç duhet. Shitësit më garantuan se ishte diçka për prosperitetin, por gjithmonë kam pasur dyshime. Benardi mund t'i hedh një sy, sugjeroi Agimi. Nëse nuk është bezdi. Gëzimi pa Benardin. Do të ishte shumë interesante të dija se çfarë shkruan vërtet aty. Sigurisht. Mund ta shoh. Pas drekës, të gjithë u drejtuan në bibliotekë, ku piktura ishte varur. Ishte një vepër e madhe, me karaktere kineze të pikturuara me bojë të zezë mbi letër orizi të vjetëruar. Benardi u afrua, vëzhgoi për disa sekonda dhe pastaj filloi të fliste, zëri i qartë dhe i rrjedhshëm. Ai jo vetëm që e përktheu. Ai lexoi karakteret në mandarin, duke shqiptuar çdo rrokje me një rrjedhshmëri që i habiti të gjithë. Pastaj shpjegoi kuptimin në shqip, duke detajuar nuancat poetike të tekstit që fliste për harmoninë midis brezave dhe forcën e rënjëve familjare. Heshtja në dhomë ishte absolute. Edhe Renisi duke i impresionuar, megjithse përpiqej ta fshite. Ledia e kishte humbur buzëqeshjen mendje madhe. Agimi dhe gëzimi shkëmbyen vështrime, qartësisht duke e rivlerësuar se kush ishte ai njeri diskret. Zonja Drita ishte e para që foli. Ku ke mësuar të flasësh kështu, Benard? Kam jetuar një kohë në Kin. Për punë, u përgjigj ai thjesht. Përfundova duke u dashuruar me gjuhën. Dhe çfarë lloj pune do të çonte në Kin? Pyeti Agimi, kureshtja tani e sinqertë. Projekte zgjerimi ndërkombëtar. Konsulencë për kompani që donin të hapnin treg atje. Përgjigjja ishte mjaftueshëm e vagullt për të mos zbuluar shumë, por mjaft specifike për të tingëlluar e besueshme. Elira e vëzhgonte, e magjepsur. Sa herë që mendonte se e kishte përmasuar se kush ishte Benardi, ai zbulonte një shtresë të re. Pjesa tjetër e pasdites kaloi me më shumë qetësi. Renisi tentoi disa sulme të tjera delikate, por Benardi mbajti qëndrimin e qetë dhe të sjellshëm, duke mos u lënë kur të provokohej. Në një moment të caktuar, zonja Drita i kërkoi Benardit ta shoqëronte në kopsht, duke thënë se donte t'i tregonte trëndafilat që kultivonte. Elira i pa të dy duke ecur bashk, gjyshja duke folur me gjallëri ndërsa Benardi dëgjonte me vëmendje. Kishte diçka prekse në atë skenë, diçka që ja ngrohu gjoksin në një mënyrë të papritur. Ai është i mirë. Zëri i Renisit e nxori nga mendimet. Ajo u kthye dhe e gjeti pranë saj, gotën e uiskit në dorë. Si the? Benardi. Ai është i mirë në ruajtjen e fasadës. Elira ndjeu zemërimin t'i rritej. Nuk është fasad, Renis. Jo. Ai e pa në sy. Sepse nuk më kujtohet të ma kesh përmendur. Kur nuk ke postuar asgjë. Kur nuk ke komentuar. Dhe pa pritur, shfaqesh me këtë djalë nga hiqi.
Njerëzit nuk kanë nevojë të ekspozojnë gjithçka në rrjetet sociale që të jetë e vërtetë. Renisi qeshi shkurt. Ke ndryshuar. Kam evoluar, korrigjoi Elira. Kam mësuar se nuk kam nevojë për miratimin e askujt për të jetuar jetën time. As të familjes tënde? Pyetja ishte një goditje e saktë. Elira mori frym thellë para se të përgjigjej. Sidomos të familjes sime. Renisi e vëzhgoi për disa sekonda të tjera dhe pastaj ngriti supet. Nëse je e lumtur, atëherë shkëlqyeshëm. Por nëse një ditë kupton se ke bërë një gabim, ti e di ku të më gjesh. Ai u largua para se ajo të mund të përgjigjej, duke e lënë aty me një përzierje zemërimi dhe diçka që dukej vagëllimthi si fitore. Sepse Renisi, njeriu që gjithmonë ishte i sigurt se ajo do të kthehej, sapo kishte pranuar në mënyrë indirekte se ishte i bezdisur. Elira shkoi në kopsht për të kërkuar Bernardin. E gjeti ende me zonjën Drita, të dy të ulur në stolin pranë trëndafilave. Gjyshja qeshte me diçka që ai kishte thënë dhe kur pa Elirën të afrohej, i bëri shenjë të bashkohej me ta. I dashuri yt është një shoqëri e shkëlqyer, e dashur, tha Drita, syt i shkëlqenin. Gëzohem që po shkoni mirë. Drita kapi dorën e Elirës dhe të Bernardit duke i bashkuar. Kujdesuni për njëri tjetrin, tha ajo dhe kishte diçka të thellë në ato fjalë, diçka që shkonte përtej momentit. Do të kujdesemi, u përgjigj Bernardi dhe Elira ndjeu shtrëngimin e fortë të dorës së tij. Kur pasditja filloi të binte, disa të ftuar u larguan. Renisi u përshëndet me një sjellje të sforcuar, duke i hedhur një vështrim të fundit të ngarkuar Elirës para se të largohej. Ledia duke e frustruar, plani i saj për të krijuar siklet nuk kishte funksionuar siç priste. Elira dhe Bernardi u tërhoqën në dhomën e miqve për disa minuta. Sa po mbyllën derën, ajo u la të binte në shtrat, e raskapitur. Mbietuam, tha ajo. Bernardi u ul në koltukun pranë dritares. Ti ja dole mirë. Unë? Ti ishe i mrekullueshëm. Ai përkthimi i mandarines. Ajo u mbështet në bërryla, duke e parë. Ku e ke mësuar vërtet atë? Thash të vërtetën. Kam jetuar në Kin. Kam punuar atje. Por nuk the gjithçka. Bernardi e pa në sy dhe për herë të parë që kur u njohën, ajo pa një hezitim tek ai. Jo. Nuk e thash. Pse? Sepse jo gjithçka duhet të thuhet. Ai u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke parë kopshtin poshtë. Ndonjëherë, heshtja mbron më shumë se fjalët. Elira ndjeu se kishte diçka aty, diçka të madhe që ai nuk po e thoshte. Por para se të mund të këmbëngulte, celulari i tij ra. Bernardi pa ekranin dhe rudhi lehtë vetullat. Duhet ta hap. Është e rëndësishme. Sigurisht. Ai doli nga dhoma, duke mbyllur derën pas vetes. Elira mbeti aty, duke parë tavanin, duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur. Renisi, Ledia, e gjithë familja duke u përpjekur ta destabilizonin dhe Bernardi, duke qëndruar i fortë përmes gjithçkaje. Disa minuta më vonë, dëgjoi zëra të mbytur që vinin nga korridori. Njohu zërin e Bernardit, por ai po fliste ndryshe. Më i tensionuar. Më i ashpër. Ajo u ngrit dhe shkoi te dera, duke vënë veshin. Tashmë të kam thënë se nuk do të kthehem. Zëri i Bernardit ishte i ulët, por i vendosur. Edi, duhet të kuptosh se ajo jetë nuk është më për mua. Pauz. Nuk më intereson se çfarë duan investitorët. Nuk më intereson se çfarë ka vendosur bordi. Unë u largova. Bëra zgjedhjen time. Një tjetër pauzë. Ti je plotësisht i aftë ta menaxhosh këtë vetëm. Gjithmonë ke qenë. Zëri i tij u ul edhe më shumë dhe Elira duhej të përpiqej për të dëgjuar. Jo, nuk po iki. Po jetoj. Dhe ti duhet të provosh gjithashtu. Heshtje. Pastaj Bernardi lëshoi një pëshertim të rëndë. Në rregull. Nëse vërtet ke nevojë të flasësh me mua, mund të vish. Por nuk do të ndryshoj asgjë. Edhe disa sekonda heshtje dhe pastaj ai e mbylli. Elira u largua shpejt nga dera dhe u kthye në shtrat, zemra i rrite shpejt. Kush ishte Edi? Çfarë ishte ky biznes që Bernardi kishte lënë? Dhe pse kishte ndjesinë se sapo kishte dëgjuar një bisedë që zbulonte shumë më tepër se sa ai kishte ndërmend? Kur Bernardi u kthye në dhomë, ajo u shtir sikur po shihte celularin.
Gjithçka në rregull, pyeti, duke u përpjekur të tingëllonte e natyrshme. Po. Thjesht punë. Por kishte diçka ndryshe tek ai tani. Një tension që nuk ishte aty më parë. Një peshë mbi supe që ajo nuk e kishte vënë re. Bernard, mund të pyes diçka? Ai e pa, duke futur celularin në xhep. Mundesh. Kush je ti në të vërtetë? Pyetja doli para se ajo të mund të mendonte më mirë. Bernardi qëndroi në vend, sytë të ngulitur tek ajo dhe për një moment të gjatë, Elira mendoi se ai nuk do të përgjigjej. Pastaj, ai lëshoi një pëshertim të gjatë dhe u ul në cep të shtratit përballë saj. Jam dikush që është lodhur duke u parë vetëm për atë që ka dhe jo për atë që është, tha ai, zëri i ngarkuar me një ndeshmëri të papërpunuar. Jam dikush që i ka ikur një jetë që e mbyti. Dhe jam dikush që, kur ti më ofrove shansin të isha thjesht Bernardi, pash një mundësi për të marrë frym. Elira ndjeu zemrën t'i rritë fort. Kishte të vërtet në ato fjalë, një të vërtet të dhimbshme dhe të thellë. Ajo donte të pyeste më shumë, donte të kuptonte, por diçka brenda saj e dinte se nëse do të bënte presion tani, ai do të mbyllej plotësisht. Kështu që, në vend që të pyeste, ajo thjesht tha, faleminderit që je këtu. Ai buzëqeshi lehtë dhe kishte një trishtim në atë buzëqeshje që e goditi thellë. S'ka përse. Ata qëndruan aty në heshtjen e dhomës, dy të panjohur që ishin takuar rastësisht dhe që tani ndanin sekrete që as nuk e dinin se i kishin. Dhe Elira kuptoi me një qartësi të frikshme se kjo nuk ishte më vetëm një marrëveshje. Ishte diçka e vërtetë. Rrezikshmërisht e vërtetë. Nata e së shtunës solli me vete një qetësi të tensionuar. Pas darkës, më pak formale se dreka por ende e ngarkuar me vështrime dhe analiza të heshtura, Elira dhe Bernardi u tërhoqën sërish në dhomën e miqve. Shtëpia gradualisht po zbrazej, të ftuarit po largoheshin dhe vetëm familja më e afërt mbeti për të kaluar natën. Elira bëri dush dhe ndërroi rrobat, duke veshur një bluzë të rehatshme dhe pantallona tutash. Kur doli nga banjoja, gjeti Bernardin të ulur në koltuk, duke parë nga dritarja dritat e qytetit që vezullonin në distancë. Ai kishte hequr këmishën klasike dhe kishte veshur një bluzë të thjeshtë, këmbët zbathur mbi tapet. Kishte diçka pothuajse intime në atë skenë, një atmosferë shtëpiake që e kapi në befasi. Do të flasësh për atë telefonat, pyeti ajo, duke u ulur në cep të shtratit. Bernardi u kthye nga ajo, sytë e lodhur. Nuk ka shumë për të folur. Një ortak që nuk pranon se kam ecur përpara. Ortak i çfarë? Ai hezitoi. I një kompanie që e ndërtuam bashk. Unë u largova. Ai mbeti. Dhe tani ai mendon se kam detyrimin të kthehem sa herë që gjërat vështirësohen. Pse u largove? Bernardi qëndroi në heshtje për aq shumë kohë sa Elira mendoi se nuk do të përgjigjej. Pastaj, më në fund, ai foli, zëri i ulët dhe i ngarkuar. Sepse kuptova se po ndërtoja diçka që nuk më bënte të lumtur. Isha i rrethuar nga njerëz që më shihnin vetëm si një mundësi. Që më buzëqeshnin ndërsa llogarisnin se sa mund të fitonin nga prania ime. Dhe një ditë u zgjova dhe kuptova se nuk njihej askënd vërtet rreth meje. Të gjithë mbanin maska. Përfshirë edhe mua. Fjalët e tij jehuan në dhomë, të rënda me kuptim. Elira ndjeu diçka të lëvizte në gjoks, një mirëkuptim të thellë që shkonte përtej fjalëve. Dhe ti mendon se unë jam ndryshe? Unë të kontraktova, Bernard. Të pagova për të qenë këtu. Nuk është saktësisht autenticitet. Bernardi e pa në sy dhe kishte një intensitet në ata sy gështenji që e bëri të mbante frymën. Ti ishe e ndershme që në fillim. The saktësisht se çfarë doje dhe pse. Nuk u shtire sikur ishte diçka tjetër. Dhe më e rëndësishmja, ti nuk po përpiqesh të më ndryshosh. Thjesht po kërkon që unë të jem i mjaftueshëm duke qenë këtu. Dhe kjo, Elira, është më shumë autenticitet se sa kam pasur në vite. Ajo ndjeu një ny në fy. Nuk dinte çfarë të thoshte. Nuk dinte si ta përpunonte bristësinë e papërpunuar që ai sapo kishte ekspozuar. Bernardi u ngrit dhe shkoi te shtrati, duke u ulur pranë saj, por duke ruajtur një distancë respektuese. Mund të bëj një pyetje tani? Mundesh. Pse të intereson vërtet kaq shumë se çfarë mendon familja jote? Ti je e pavarur, e suksesshme, ke jetën tënde. Pse I lejon ata të kenë këtë fuqi mbi ty?
Elira e largoi vështrimin duke ndjerë mbrojtje të ngrijeshin. Por diçka në mënyrën se si ai pyeti, pa gjykim, vetëm me kurreshtje të sinqertë, e bëri të donte të ishte e ndershme. Sepse pavarësisht se sa ndërtoj, sa arri, gjithmonë ka atë zërin brenda meje që thotë se nuk është mjaftueshëm. Se nëse familja ime nuk më vlerëson, atëherë ndoshta unë vërtet nuk jam e vlefshme. E di që është iracionale. E di që duhet ta injoroj. Por është e vështirë kur e kalon gjithë jetën duke qenë vajza e gabuar. Vajza e gabuar? Elira qeshi hidhur. Ledia gjithmonë ka qenë vajza e duhur. E bukura, e shoqërueshmja, ajo që ndoqi skenarin. Lidhje perfekte, karrierë e pranueshme, jetë shembullore. Unë gjithmonë kam qenë e komplikuara. Kokëforta. Ajo që vinte në dyshim. Dhe diku gjatë rrugës, unë e internalizova se kishte diçka që nuk shkonte me mua. Nuk ka asgjë që nuk shkon me ty. Fjalët u thanë me aq bindje sa Elira ndjeu sytë t'i digjinin. Ti nuk më njeh, Benard. Njo mjaftueshëm. Ai u kthye për ta parë drejt. Njo një grua që ka guximin të jetojë jetën e saj edhe kur të gjithë rreth saj i thonë se duhet të jetojë ndryshe. Njo dik që është e ndershme për dobësitë e saj, por mjaft e fortë për të mos i lënë ato të përcaktojnë se kush është. Dhe njo dik që, edhe e lënduar, ende përpiqet. Ende beson se meriton diçka më të mirë. Dhe kjo, Elira, është gjithçka përveç se e gabuar. Një lot i rëshiti në faqe para se të mund ta ndalonte. Ajo e fshiu shpejt, e zënë ngushtë, por Benardi thjesht i kapi dorën dhe e mbajti me butësi. Nuk ke nevojë të shtireshesh me mua, tha ai me zë të ulët. Dhe atëherë, ndoshta sepse ishte lodhur së shtiruri, ndoshta sepse diçka tek ai e bënte të ndihej e sigurt, Elira i la lotët të binin. Qau për të gjitha vitet që ishte ndjer e papërshtatshme. Qau për krahasimet, për gjykimet, për vetmin e të mos u parë kur vërtet. Dhe Benardi qëndroi aty duke i mbajtur dorën, pa u përpjekur ta rregullonte, pa ofruar fjalë boshe ngushëllimi. Thjesht i pranishëm. Kur lotët më në fund ndaluan, Elira u ndje çuditërisht e lehtë. Sikur një peshë që e mbante prej vitesh të ishte lehtësuar, edhe pse vetëm pak. Më fal, tha ajo, zëri i ngjirur. Nuk ke nevojë të kërkosh falje. Ata qëndruan aty, krah për krah, në një heshtje që nuk ishte e sikletshme. Pastaj, Elira ushtri në shtrat, ende e veshur, dhe Benardi bëri të njëjtën gjë në anën tjetër, duke ruajtur një distancë respektuese. Pan tavanin, dy të panjohur që në një farë mënyre ishin bërë diçka më shumë brenda pak ditësh. Benard, e thiri ajo në errësirë. Po. Faleminderit që nuk më gjykove. Kur? Elira u kthye anash dhe e vëzhgoi. Edhe në gjysmë errësirën e dhomës mund të shihte profilin e tij, linjën e fortë të nofullës, hundën e drejtë, gojen që rrallë buzëqeshte, por që kur buzëqeshte transformonte gjithçka. Ti je një njeri i mirë. Ai ktheu fytyrën nga ajo dhe kishte diçka të brisht në shprehjen e tij. Po përpiqem të jem. Ata ranë në gjumë kështu, të ndarë nga hapësira e shtratit, por të lidhur nga diçka e padukshme që asnjëri prej tyre nuk ishte gati ta emërtonte. E diela zbardhi me shi. Pika të trasha godisnin dritaret duke krijuar një simfoni melankolike që e zgjoi Elirën gradualisht. Kur hapi syt, ju deshën disa sekonda për t'u kujtuar se ku ishte. Dhoma e miqve të prindërve. Farsa. Benardi. Ajo u kthye dhe pa se ana tjetër e shtratit ishte bosh. U ul duke fërkuar syt dhe dëgjoi zhurmën e dushit në banjo. U ngrit, shkoi te dritarja dhe vëzhgoi shiun që binte mbi kopsht. Sot ishte dita e fundit. Nesër, ajo do të kthehej në jetën e saj normale dhe Benardi do të zhdukej prej saj po aq shpejt sa ishte shfaqur. Ideja e bezdisi më shumë se sa duhej. Benardi doli nga banjoja disa minuta më vonë, flokët ende të lagur, i veshur me pantallona jeans dhe një këmishë bojqielli të hapur. Mirëmëngjes, tha ai dhe kishte diçka ndryshe në zërin e tij. Një butësi që nuk ishte aty më parë. Mirëmëngjes, u përgjigj ajo, e vetëdijshme pa pritur se ishte me pijame, flokët të shpupuritur, pa grim. Por Benardi e shikonte sikur ajo të ishte në mënyrë perfekte e paraqitshme. Ata hëngrën mëngjes me familjen. Atmosfera ishte më e lehtë, ndoshta sepse ishte dita e fundit, ndoshta sepse të gjithë ishin lodhur duke ruajtur aparencat. Edhe Ledia ishte më e përmbajtur, duke luajtur me celularin pa bërë komente dashakeqe.
Zonja Drita, megjithatë, duke i veçanërisht e gjallëruar. E tërhoqi Bernardin në një bisedë për kopshtarin dhe për habin e të gjithëve, ai vërtet duke i interesuar dhe i ditur për temën. Agimi vëzhgonte me një shprehje që Elira nuk mund ta deshifronte. Nuk ishte miratim, por as nuk ishte më dyshimi fillestar. Pas mëngjesit, shiu u intensifikua. Agimi sugjeroi që të gjithë të qëndronin brenda dhe Silvana organizoi lojra tavoline në dhomën e ndenjes. Ishte diçka kaq jashtëzakonisht normale, kaq e ndryshme nga eventet formale që familja zakonisht promovonte, saqë Elira e gjeti veten duke u relaksuar. Gjatë një loje Monopoli, Bernardi tregoi një aftësi strategjike mbresëlënëse. Agimi, i cili krenohej se fitonte gjithmonë, për herë të parë në vite po humbiste. Dhe për habin e Elirës, babai duke i argëtuar në vend që të ishte i irrituar. Luan mirë, djalosh, komentoi Agimi duke lëvizur figurën e tij. Kam pasur mësues të mirë, u përgjigj Bernardi duke bler një pronë. Kush të ka mësuar? Babai im. Ai i adhuronte lojrat strategjike. Thoshte se kishin të bënin më shumë me kuptimin e njerëzve se sa me rregullat. Njeri i mençur. Ishte. Pati një moment respekti të heshtur midis dy burrave dhe Elira pa diçka të ndryshonte në shprehjen e babait të saj. Sikur për herë të parë ai po e shihte Bernardin jo si një ndërhyrës, por si dikë që meritonte konsideratë. Loja vazhdoi dhe Bernardi përfundoi duke fituar. Agimi qeshi, një e qeshur e sinqert që Elira nuk e dëgjonte prej kohësh, dhe i zgjati dorën për të përgëzuar fituesin. Loje e bukur. Faleminderit, zotëri. Mund të më thërrasësh, Agim. Ishte një gjest i vogël, por domethënës. Elira ndiu gjoksin t'i shtrëngoi. E gjithë kjo ishte vetëm teatër. Nesër do të mbaronte. Dhe babai i saj nuk do ta dinte kur se njeriu që më në fund kishte fituar respektin e tij ishte vetëm një farsë që ajo kishte orkestruar. Pasditja u zvarrit në një varg bisedash të qeta dhe momentesh të heshtura. Elira dhe Bernardi përfunduan në bibliotekë duke shfletuar libra të vjetër. Ajo mori një vëllim me poezi të Lasgush Poradecit dhe u ul në koltukun prej lëkure pran oxhakut të fikur. Bernardi zgjodhi një libër mbi historinë e Shqipërisë dhe u rehatua në divanin aty pranë. Të pëlqen poezia? Pyeti ai. Më pëlqen. Gjyshja ime më lexonte kur isha fëmijë. Elira ktheu një faqe. Ajo thoshte se poezia ishte mënyra më e ndershme për të gënjur. Se poetët përdornin metafora për të thënë të vërteta që do të ishin shumë të rënda nëse thuheshin drejt për drejt. Gjyshja jote është një grua e mençur. Është. Elira buzëqeshi. Ajo gjithmonë ka qenë e vetmja që më ka kuptuar. Që nuk është përpjekur të më modeloj në diçka që nuk jam. Ajo të shikon me shumë dashuri. Elira ngriti syt nga libri dhe pa Bernardin duke e vëzhguar me atë intensitet të qetë që e çorientonte. Ajo të shikon edhe ty me kureshtje. E ke vënë re? Është e vështirë të mos e vësh re. Ajo të vlerëson në një mënyrë tjetër. Sikur po përpiqet të zbuloj diçka. Bernardi mbylli librin dhe u përkul përpara, bëryllat të mbështetur në gjunjë. Ajo është e mprehtë. Mendon se e di? Di çfarë? Që kjo është një farsë. Bernardi qëndroi në heshtje për një moment. Pastaj tha, me kujdes, mendoj se ajo e di se ka më shumë në këtë histori se sa duket. Por nuk e di nëse e sheh këtë si farsë. Çfarë tjetër do të kishte? Të vërtetën. Edhe pse e rrethuar nga gënjeshtra. Elira ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Çfarë do të thuash me këtë? Para se ai të mund të përgjigjej, dera e bibliotekës u hap dhe Silvana hyri. Më falni që ju ndërpres. Ka dikush në derë që kërkon Bernardin. Bernardi rudhi vetullat. Për mua? Po. Një farë e di. Tha se është e rëndësishme. Fytyra e Bernardit u mbyll menjëherë. Elira pa transformimin të ndodhte në kohë reale. Qetësia i la vendin një tensioni të kontrolluar dhe ai u ngrit me një lëvizje të prerë. E takoj unë, tha ai, zëri i vendosur. Elira e ndoqi deri te hyrja. Një burr qëndronte në verandë, i mbrojtur nga shiu nga streha. Ishte më i madh se Bernardi, ndoshta rreth të 40-tave, me flokë të thinjur, kostum të shtrenjtë edhe pse ishte një diell me shi dhe një shprehje urgjence në fytyrë. E di, tha Bernardi, toni neutral por i ftohtë.
Benard, duhet të flasim. Edi pa Elirën dhe pastaj sërish Benardin. Është urgjente. Unë tashmë kam thënë gjithçka që kisha për të thënë. Situata ka ndryshuar. Investitorët po e rishqyrtojnë. Pa ty, bashkimi nuk do të ndodhë. Dhe nëse bashkimi nuk ndodhë, humbasim gjithçka. Nuk është problemi im. Si nuk është problemi yt? Edi ngriti zërin i frustruar. Ti e ndërtove këtë me mua. Nuk mund të largohesh thjesht dhe të shtireshesh sikur nuk ke përgjegjësi. Mundem. Dhe pikërisht këtë po bëj. Benard, të lutem. Edi mori frym thellë duke u përpjekur të qetësoj. Të paktën më dëgjo. 5 minuta. Kjo është gjithçka që kërkoj. Benardi pa Elirën dhe ajo pa betejën e brendshme që po ndodhte. Më në fund, ai pohoi me kokë. 5 minuta. Në dhomën e ndenjes. Elira qëndroi në korridor ndërsa dy burrat hynë në dhomën e rezervuar për vizita. Dera mbeti gjysmë e hapur dhe edhe pse përpiqej të mos dëgjonte, fragmente të bisedës arrinin deri tek ajo. Ti je fytyra e kompanisë, Benard, thoshte Edi. Investitorët të besojnë ty reputacionin tënd. Pa këtë, nuk kemi asgjë. Atëherë ndërtoj një reputacion të ri. Zëri i Benardit ishte i ashpër. Mëso të vlesh vetë. E lehtë për ty ta thuash. Ti je një prifti. Emri yt tashmë ka peshë. Dhe pikërisht për këtë u largova, Edi. Sepse jam lodhur duke qenë një mbiemër. Jam lodhur duke u parë vetëm si trashëgimtari, biznesmeni, milioneri. Dua të jem thjesht Benardi. Mendon se i ka zgjidh diçka? Nuk po i ki. Po zgjedh të jetoj. Pati një heshtje të rëndë. Pastaj Edi pshërtiu. Ke ndryshuar. Shpresoj. Dhe kjo grua? Elira? A ka ajo lidhje me këtë? Elira ndjeu gjakun t'i ngri. Mbajti frymën duke pritur përgjigjen. Ajo nuk ka asnjë lidhje me vendimet e mia të biznesit, tha Benardi dhe kishte një vendosmëri në zërin e tij që nuk linte hapësirë për debat. Por ka lidhje me vendimin tënd për të fshehur? Nuk po fshihem. Po jetoj në mënyrë autentike për herë të parë në vite. Dhe nuk do të kërkoj falje për këtë. Një tjetër heshtje. Pastaj Edi foli, zëri më i butë. Në rregull. E kuptoj. Nuk jam dakord, por e kuptoj. Vetëm mendo për atë që thash. Oferta është në tavolinë. Kur të duash të kthehesh, dera është e hapur. Nuk do të kthehem, Edi. Hapa u afruan dhe Elira u largua shpejt nga dera. Edi doli, i bëri me shenjë me kokë me sjellje dhe doli nga dera kryesore, duke u zhdukur në shi. Benardi qëndroi në dhomë për disa sekonda para se të dilte. Kur pa Elirën, kuptoi menjëherë se ajo kishte dëgjuar. Dëgjove. Nuk ishte një pyetje. Dëgjova, konfirmoi ajo. Benard, çfarë po ndodh? Kush je ti në të vërtetë? Ai kaloi dorën nëpër flok, një gjest frustrimi i rrallë tek ai. Le të flasim diku më privat. Unë gjitën në dhomë. Benardi mbylli derën dhe qëndroi pranë dritares duke parë shiun. Elira priti, zemra i rritë shpejt. Emri im i plot është Benard Prifti, filloi ai, zëri i lodhur. Jam trashëgimtari i një konglomerati kompanish që gjyshi im e themeloi dhe babai im e zgjeroi. Kur ata ndëruan jetë, menaxhimi kaloi tek unë dhe Edi, i cili ishte ortak i babait tim. Së bashku, e transformuam një kompani rajonale në një korporat ndërkombëtare. Kishim zyra në 5 vende, më shumë se 10.000 punonjës, një pasuri të vlerësuar në miliarda. Elira ndjeu këmbët t'i dridheshin. U ul në cep të shtratit. Benardi vazhdoi, ende me shpinë nga ajo. Për 3 vjet jetova për atë. Darka me investitor. Mbledhje të pafundme. Udhëtime të vazhdueshme. Vendime që ndikonin në mira jetë. Dhe rreth meje, njerëz që buzëqeshnin, që më lavdëronin, që më bënin lajka. Por askush nuk më njihte. Askujt nuk i interesonte se kush isha. Vetëm se çfarë përfaqësoja. Ai u kthye për ta parë dhe kishte një dhimbje të papërpunuar në sytë e tij. Derisa një ditë u tradhtova. Nga dikush që e konsideroj amik. Dikush që ishte pranë meje prej vitesh.
Zbulova se ai po devionte fonde duke përdorur emrin tim për transaksione të paligjshme, duke njollosur gjithçka që ndërtuam. Dhe kur e konfrontova, ai qeshi. Tha se isha naiv që besoja. Se të gjithë aty ishin vetëm për interes. Dhe ai kishte të drejtë. Elira ndiu gjoksin t'i shtrëngoi. E zgjidha situatën ligjërisht, e përjashtova përgjegjësin, rikuperova atë që munda. Por diçka brenda meje u thye. Kuptova se nuk njija më askënd rreth meje. Se jeta ime ishte bërë një seri performancash. Dhe se isha thellësisht i vetmuar. Kështu që u largova. Ja kalova menaxhimin Edit, i cili gjithmonë ka qenë më kompetent se unë në këto çështje. U transferova në një apartament të thjeshtë. Fillova të jetoja me minimumin. Dhe për herë të parë në vite, arrita të merrja frym. Dhe kur unë u shfaqa në kafe me propozimin tim absurd. Ti më dhe pikërisht atë që doja. Anonimitetin. Shansin për t'u parë vetëm si Benardi. Jo si trashëgimtari i prifti. Jo si biznesmeni. Thjesht një njeri i zakonshëm që mund të ishte në krahun tënd pa peshën e një perandorie mbi supe. Elira përpunoi gjithçka në heshtje. Pjesët më në fund po bashkoheshin. Rrjedhshmëria në mandarin. Njohuritë strategjike. Mënyra se si ai sillej me vetbesim natyral. Telefonata e Edit. Gjithçka kishte kuptim tani. Ti më mashtrove, tha ajo, zëri i dridhej. Po. Pse? Sepse për herë të parë në vite, dikush më pa dhe pa vetëm një njeri. Jo një mbiemër. Jo një llogari bankare. Vetëm Benardin. Dhe unë doja ta ndjeja këtë, edhe pse për disa ditë. Edhe pse ishte e bazuar në një gënjeshtër. Elira u ngrit, zemërimi filloi t'i vlonte. Ti bëre pikërisht atë nga e cila unë po përpiqesha të ikja. Më përdore. U shtire si diçka që nuk ishe. Unë kur nuk u shtira si diçka që nuk jam. Ai bëri një hap drejt saj. Gjithçka që tregova këtu ishte e vërtetë. Fjalët e mia, veprimet e mia, ndjenjat e mia, e vetmja gjë që fsheha ishte pasuria ime. Dhe e bëra këtë sepse e dija se nëse do ta dije, do të më shije ndryshe. Do të më trajtoje ndryshe. Dhe unë thjesht doja të shihesha, Elira. Thjesht doja të isha i mjaftueshëm duke qenë vetëm unë. Fjalët e tij jehuan në dhomë, të ndershme dhe të dhimbshme. Elira ndiu lotët t'i ngjiteshin, por nuk dinte nëse ishin nga zemërimi, nga trishtimi, apo nga diçka më e komplikuar. Kam nevojë për kohë, tha ajo, zëri i ngjirur. Kam nevojë ta përpunoj këtë. E kuptoj. Ajo mori çantën dhe doli nga dhoma, duke zbritur shkallët shpejt. Kishte nevojë për ajër. Kishte nevojë për hapësirë. Kishte nevojë të kuptonte se çfarë po ndjente. Doli nga dera e pasme në kopsht, edhe pse binte shi. La pikat të binin mbi të ftohta dhe të pastra, duke larë konfuzionin që po i pushtonte mendimet. Benard prifti ishte një milioner. Një biznesmen i fuqishëm. Pikërisht lloji i njeriut që familja e saj do ta idhujtonte. Dhe ai kishte qenë aty duke u shtirur si i zakonshëm, ndërsa ajo luftonte për të provuar se ai ishte i mjaftueshëm. Ironia ishte mizore. Dhe në të njëjtën kohë, perfekte. Sepse ajo e kuptonte. E kuptonte dëshirën për t'u parë vetëm për atë që ishe. E kuptonte lodhjen nga performancat e vazhdueshme. E kuptonte vetmin e të mos u ndjer kur vërtet i njohur. Ata ishin më të ngjashëm se sa ajo e kishte imagjinuar. Dy të arratisur nga jetë që nuk u përshtateshin. Dy aktorë të lodhur nga teatro të ndryshëm. Dhe tani, çfarë do të bënin? Elira qëndroi në kopsht për gati gjysmë ore, duke lënë shiun të binte mbi të derisa u lag plotësisht. Kur më në fund u kthye brenda, dridhej nga i ftohti, por mendja e saj ishte më e qartë. U ngjit në dhomë pa folur me askënd, ndërroi rrobat, thau flokët. Benardi nuk ishte aty. Me siguri i kishte lënë hapësirë, siç bënte gjithmonë kur kuptonte se ajo kishte nevojë. Ajo u ul në shtrat dhe pa celularin. Kishte mesazhe nga Ledia në grupin e familjes, foto nga festa, komente se sa e mrekullueshme kishte qenë gjithçka. Asnjë përmendje për të apo për Benardin. Sikur të ishin të parëndësishëm. Si gjithmonë. Një trokitje e lehtë në derë e nxori nga mendimet. Hyr, tha ajo.
Zonja Drita hyri, e mbështetur në bastun, fytyra e qetë por sytë të vëmendshëm. Mund të ulem? Sigurisht, gjyshe. Gjyshja u rehatua në koltukun pranë dritares dhe qëndroi duke vëzhguar Elirën për disa sekonda. Je mirë, e dashur? Elira ndjeu mbrojtjet të ngriheshin automatikisht. Jam. Nuk je, tha Drita me butësi. Dhe nuk ke nevojë të shtireshesh me mua. Kur nuk ke pasur nevojë. Fjalët e goditën Elirën thellë dhe ajo ndjeu sytë t'i digjinin përsëri. Gjyshe, unë kam bërë një gabim të tmerrshëm. Çfarë gabimi? Solla Benardin këtu duke u shtirur se isha me të. E pagova për të qenë në krahun tim. Gjithçka ishte një farsë që familja të pushonte së më gjykuari. Dhe tani zbulova se edhe ai po gënjente. Se ai është i pasur, i fuqishëm, gjithçka që kjo familje vlerëson. Dhe unë ndihem e humbur. Zonja Drita anoi kokën, e menduar. Dhe ti ndihesh e humbur pse? Sepse ai ka para. Apo sepse zbulove se të dy po iknit nga e njëjta gjë? Elira puliti sytë. Si kështu? E dashura ime, unë e dija se kush ishte Benardi që në momentin që e pash. Çfarë? Drita buzëqeshi lehtë. Unë nuk e kaloj gjithë ditën duke parë telenovela. Lexoj gazeta. Ndiq lajmet e ekonomisë. Mbiemri Prifti nuk është i vogël. Dhe kur pash atë djalë me atë qëndrim, atë edukat, atë vështrim të dikujt që mban më shumë peshë se sa tregon, e kuptova. Kërkova në internet po atë natë. Pash foto të vjetra të tij në evente korporative, intervista, artikuj për kompaninë. Ishte ai. Elira mbeti gojë hapur. Dhe ti nuk the asgjë? Pse duhet të thosha? Drita e pa në sy. Ti e solle këtu për një arsye. Dhe ai pranoi të vinte për një tjetër. Por ajo që pash gjatë kësaj fundjave nuk ishte një farsë, Elira. Pash një njeri që të trajton me respekt. Që të mbron pa pasur nevojë për projektor. Që të shikon sikur të ishe personi më i rëndësishëm në dhomë. Dhe të pash ty, për herë të parë në vite, të relaksohesh. Të buzëqeshësh vërtet. Të lejosh veten të jesh e brishtë. Por gjithçka ishte e bazuar në gënjeshtra. Ishte e bazuar në mbrojtje, korrigjoi Drita. Të dy po mbroheshit. Ti, nga presioni i familjes. Ai, nga të qenit i parë vetëm për pasurinë. Dhe në procesin e mbrojtjes gjetët diçka të vërtetë. Diçka që asnjëri prej jush nuk e priste. Elira ndjeu lotët të rrivnin. Nuk di çfarë të bëj, gjyshe. Nuk e di nëse mund t'i besoj. Nuk e di nëse ai vërtet ndjen diçka apo ishte thjesht e përshtatshme. Atëherë pyeta atë. Drita u ngrit me vështirësi, duke u mbështetur në bastun. Por i e ndershme me veten tënde së pari. Pyete veten nëse ke frikë se je mashtruar apo ke frikë se ke ndier diçka të vërtet për dikë që nuk duhej. Gjyshja doli, duke e lënë Elirën vetëm me mendime që nuk donte t'i përballonte. Por Drita kishte të drejtë. Ajo duhej të ishte e ndershme me veten. Dhe e vërteta, sado e frikshme të ishte, ishte se Benardi nuk i kishte mashtruar ndjenjat e saj. Çdo bisedë, çdo gjest, çdo vështrim, kishte qenë i sinqert. Ajo e ndjente këtë. E vetmja gjë që ai kishte fshehur ishin paratë. Dhe ironikisht, ishte e vetmja gjë që nuk kishte rëndësi për të. Ajo që kishte rëndësi ishte se si ai e bënte të ndihej. E parë. E kuptuar. E vlerësuar. Elira fshiu lotët, mori frymë thellë dhe doli nga dhoma. Duhej të gjente Benardin. Duhej të fliste. Por kur zbriti, gjeti shtëpinë në një trazim të pazakontë. Zëra vinin nga dhoma e ndenjes dhe nga toni, diçka nuk shkonte. Ajo u afrua dhe pa gjithë familjen të mbledhur. Agimi, Silvana, Ledia, Arbeni, xhaxhallarët dhe tezet. Dhe në qendër Benardi në këmbë me një shprehje të mbyllur. Në duart e saj, Ledia mbante një tablet, ekrani i kthyer nga të gjithë për ta parë. Shikoni se çfarë gjeta, thoshte Ledia, toni fitimtar. Një artikull nga revista Monitor 2 vjet më parë. Benard Prifti, në moshën 30 vjeçare, merr presidencën e grupit Prifti, konglomerat i vlerësuar në 3 miliard euro. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Të gjithë syt u kthyen nga Benardi, pastaj nga Elira, e cila kishte ndaluar në hyrje të dhomës.
Agimi ishte i pari që foli, zëri i kontrolluar por i tensionuar. Është e vërtet? Bernardi nuk e largoi vështrimin. Është. Ti je një biznesmen milioner dhe na le të besonim se ishe thjesht një konsulent çfarëdo? Thash se punoja me konsulencë. Nuk gënjeva. Thjesht nuk dhash të gjitha detajet. Silvana u kthye nga Elira, syt akuzues. Ti e dije këtë? Elira ndjeu gjithë vëmendjen të kthehej nga ajo. Mendja i punonte shpejt. Mund të gënjente. Mund të thoshte se e dinte. Por pa Bernardin, pa tensionin në supet e tij dhe vendosi për të vërtetën. Jo. E zbulova sot. Pak orë më parë. Ledia qeshi, një tingull i mbret dhe dashakeq. Sa e përshtatshme. Elira gjen një të dashur të pasur dhe shtiret sikur nuk e dinte. Unë nuk u shtira për asgjë. Sigurisht që u shtire. Ledia u afrua, syt I shkëlqenin nga keqdashja. Ti e solle këtu për të na bërë përshtypje. Për të pasur më në fund diçka që unë nuk e kam. Dik të pasur, të fuqishëm, të rëndësishëm. Dhe ende u përpoqe ta bëje të dukej si dashuri e vërtetë. Elira ndjeu zemërimin t'i vlonte. Unë e solla këtu sepse isha lodhur nga ju. Lodhur duke u gjykuar, krahasuar, nënvlerësuar. Doja vetëm një fundjavë pa qeje. Dhe po, e pagova për të qenë këtu. E pagova për të pasur dik në krahun tim që ju të pushonit së më trajtuari sikur kishte diçka që nuk shkonte me mua. Heshtja u kthye, edhe më e rëndë. Silvana vuri dorën në gjoks, e shokuar. E pagove? E pagova, konfirmoi Elira, zëri I vendosur pavarësisht lotëve që filluan të formoheshin. Sepse nuk kisha askën tjetër. Sepse ju ma shkatëruat vetbesimin deri në pikën sa mendova se duhej të kontraktoja dik për të shtirur se më donte. Sepse e kalova gjithë jetën duke u përpjekur të isha e mjaftueshme për këtë familje dhe kur nuk ja dola. Agimi bëri një hap përpara, fytyra e kuqe. Elira, kjo është e papranueshme. Ti na turpërove. Solle një të huaj, pagove për një fars, na bëre për budallënj. Unë ju bëra për budallënj? Elira qeshi pa humor. Ju kaluat vite duke më bërë të ndihem inferiore. Vite duke më krahasuar me Ledian. Vite duke më pyetur kur do të gjeja dik, sikur jeta ime të ishte e zbrazët pa një burr në krah. Ju më shtyt drejt kësaj. Mos u bëj dramatike, ndërhyri Silvana. Ne vetëm donim që ti të ishe e lumtur. Ju donit atë që mendonit se ishte më e mira, korrigjoi Elira. Pa më pyetur kur se çfarë doja unë. Silvana pohoi me kokë, duke gëlltitur pështymën. Ke të drejtë. Dhe më vjen keq. Nuk ishin fjalë perfekte. Nuk rregullonin vite dhimbjeje. Por ishin një fillim. Elira u kthye nga Bernardi, I cili e vëzhgonte me atë shprehje të butë. Mund të flasim? Atje jashtë. Ai pohoi me kokë. Sigurisht. Dolën në kopsht. Shiu kishte pushuar, duke lënë ajrin të freskët dhe të pastër. Ecën në heshtje deri te stoli pranë trëndafilave, ku ulën krah për krah. Faleminderit, tha Elira me zë të ulët. Që më mbrojte. Që the gjithë ato gjëra. Thash vetëm të vërtetën. Ajo e pa profilin e fortë kundër dritës së pasdites. Nuk kishe nevojë ta bëje. Marrëveshja jon mbaroi. Mund të ishe larguar thjesht. Nuk mundesha. Ai u kthye nga ajo dhe kishte një intensitet në sytë e tij që e bëri të mbante frymën. Sepse diku midis pranimit të propozimit tënd dhe tani, kjo pushoi se qeni një marrëveshje për mua. Zemra e Elirës u përshpejtua. Çfarë po thua? Po them se kishe të drejtë kur the se të mashtrova. Por jo për paratë. Mashtrova kur u shtira se do të arrija të mbaja distancë. Kur u shtira se kjo ishte vetëm teatër. Kur u shtira se ti nuk më ndikoje. Ai I kapi dorën duke gërshetuar gishtat. Elira, në këto 2 ditë, kam biseduar më sinqerisht me ty se sa kam biseduar me këdo tjetër në vitet e fundit. Ti më pe. Personin, jo pasurinë. Dhe unë të pash gjithashtu. Gruan e fortë, inteligjente, të brishtë, që meriton shumë më tepër se sa kjo familje të ka dhënë. Lotët I rridhnin në faqe tani, pa kontroll. Dhe e di që e filluam gabim.
E di që ka gënjeshtra mes nesh. Por e di gjithashtu se ka të vërtetë. Më shumë të vërtetë se sa kam pasur në çdo marrëdhënie më parë. Dhe nëse më jep një shans të vërtetë, të premtoj se nuk do të fshe më kurrë asgjë. Do të jem plotësisht i ndershëm. Do të tregoj se kush jam, të mirën dhe të keqen. Dhe do të kaloj çdo ditë duke të provuar se ti je e mjaftueshme. Më shumë se e mjaftueshme. Elira e pa përmes lotëve, zemra aq e mbushur sa i dhembte. Benard, unë. Nuk ke nevojë të përgjigjesh tani, tha ai butësisht. E di që është shumë. E di që ke nevojë për kohë për të më besuar përsëri. Dhe unë do të pres. Sa kohë të jetë e nevojshme. Por Elira tundi kokën. Nuk kam nevojë për kohë për të ditur se ti më sheh vërtet. Se ti më trajton si askush tjetër. Se ti më bën të ndiej se mund të jem kush jam pa frikën e gjykimit. Ajo i kapi fytyrën me të dyja duart. Isha e zemëruar më herët. Isha e frikësuar. Por jo sepse ti ke para. Por sepse ndjeva diçka të vërtet për dikë që, teorikisht, ishte aty vetëm për një marrëveshje. Dhe kjo më tmeronte. Dhe tani? Tani e di se ishte e vërtet që në fillim. Se nuk ishte teatër. Se ishin vetëm dy zemra të lodhura që gjetën strehtë te njëra tjetra. Ajo u afrua dhe Benardi bëri të njëjtën gjë, derisa ballët e tyre u takuan. Nuk e di se si do të funksionoj kjo, pëshpëriti Elira. Jetët tona janë kaq të ndryshme. Nuk janë, u përgjigj Benardi. Jemi thjesht dy njerëz që përpiqen të jetojnë në mënyrë autentike në një botë që këmbëngul në maska. Dhe së bashku, ndoshta mund ta bëjmë këtë. Dhe atëherë, më në fund, ai e puthi. But, ngadalë, me një butësi që e çmontoi plotësisht. Nuk ishte puthja e një farse. Ishte puthja e dy shpirtrave që më në fund ishin gjetur. Kur u ndan, Elira mbështeti kokën në shpatullën e tij dhe ata qëndruan aty, duke vëzhguar kopshtin, duke ndier peshën e ditëve të fundit më në fund të shpërndahej. Çfarë do të bëjmë tani? Pyeti ajo. Do të jetojmë, u përgjigj Benardi. Vërtet. Pa gënjeshtra. Pa maska. Vetëm ne. Po kompania jote? Edi? Do të flas me të. Do të gjej një rrugë të mesme. Ndoshta mund të ndihmoj pa pasur nevojë të kthehem plotësisht. Por prioriteti im tani është tjetër. Cili? Ti. Elira buzëqeshi, një buzëqeshje e vërtet, e plot, e lirë. Për herë të parë në vite, ndjente se ishte pikërisht aty ku duhej të ishte. Jo sepse dikush e miratonte. Jo sepse ndiqte një skenar. Por sepse zgjodhi. Sepse gjeti dikë që e shihte, që e vlerësonte, që e donte jo për atë që ajo përfaqësonte, por për atë që ishte. Ata qëndruan në kopsh derisa dielli filloi të perëndonte, duke pikturuar qiellin me ngjyrë portokalli dhe roz. Kur u kthyen brenda, familja ishte ende në dhomën e ndenjes. Atmosfera ishte e çuditshme, e ngarkuar me siklet, por edhe me diçka të re. Vetdije, ndoshta. Mundësinë e ndryshimit. Agimi u ngrit kur i pa të hynin. Elira, mund të flasim? Nesër, ndoshta. Kur gjërat të jenë më të qeta. Ajo pohoi me kokë. Mundemi. Dhe Benard. Agimi e pa me një shprehje të vështirë për t'u deshifruar. Do të doja të kërkoja falje. Për gjykimin. Për dyshimin. Ti tregove më shumë karakter në 2 ditë se sa shumë që njoh në vite. Benardi i zgjati dorën. E pranoi kërkesën për falje. Dhe ju falenderoj për mikpritjen, pavarësisht gjithçkaje. Agimi ja shtrëngoi dorën dhe kishte respekt të sinqert në gjest. Ledia mbeti në heshtje, sytë e kuq, duke u dukur më e vogël në një farë mënyre. Elira e pa dhe vuri re, ndoshta për herë të parë, jo një rivale, por një motër që gjithashtu jetonte në presione. Të ndryshme, por presione gjithsesi. Ledia, e thiri Elira butësisht. Motra ngriti sytë, e brish. Ne duhet të flasim gjithashtu. Por jo sot. Sot ka pasur shumë emocione. Ledia pohoi me kokë dhe diçka në atë gjest të thjesht dukej se theu një barierë që ekzistonte mes tyre prej vitesh. Elira dhe Benardi u përshëndetën. Do të merrnin gjërat dhe do të largoheshin. Por para se të dilte, Elira shkoi te zonja Drita, e cila ishte në verandë.
Gjyshe, faleminderit. Për gjithçka. Që më pe. Që gjithmonë më ke parë. Drita buzëqeshi, syt i shkëlqenin. Ti gjithmonë ke qenë mbesa ime e veçantë, Elira. Dhe tani gjete dik po aq të veçantë sa ti kujdesu për të. Dhe lëre atë të kujdeset për ty. Do ta bëj. Dhe e dashur? Po. Mos haro kur më se ti je e mjaftueshme. Gjithmonë ke qenë. Gjithmonë do të jesh. Elira përqafoi gjyshen duke ndier aromën e njohur të livandës dhe për herë të parë pas shumë kohësh i besoi ato fjalë. Benardi i dha makinës për t'u kthyer në blok. E çoi Elirën në apartamentin e saj dhe kur parkoi përballë pallatit, ajo e ftoi të ngjitej lart. Jo nga detyrimi. Jo nga marrëveshja. Por sepse nuk donte që ajo ditë të mbaronte. Ata u ulën në divan duke pirë verë, duke biseduar për gjithçka dhe për asgjë. Benardi tregoi për kompaninë, për vitet në krye të biznesit, për tradhtinë që e theu. Elira foli për arkitekturën, për projektet që e pasiononin, për ëndrat që ruante. Dhe ndërsa Nata përparonte, kuptuan se nuk ishin thjesht dy njerëz që u takuan rastësisht. Ishin dy gjysma që përshtateshin në mënyrë perfekte, duke mbushur boshllëqe që as nuk e dinin se i kishin. Kur ora shënoi mesnatën, Benardi u ngrit për të ikur. Por Elira i kapi dorën. Qëndro. Je e sigurt? Ajo e tërhoqi përsëri, duke e parë në sy. Absolutisht. Ai buzëqeshi, një buzëqeshje e vërtet që ja transformoi gjithë fytyrën dhe qëndroi. Të shtrirë në shtrat, në errësirën e dhomës, me vetëm dritën e qytetit që hynte nga dritarja, Elira ndjeu Benardin t'i gërshetonte gishtat me të saj. Faleminderit, pëshpëriti ai. Pse? Që më zgjodhe. Që më dhe një shans. Që më pe. Faleminderit ty që u shfaqe kur kisha më shumë nevojë. Që më mbrojte. Që më bëre të besoj se jam e mjaftueshme. Gjithmonë ke qenë. Dhe ata ranë në gjumë kështu, bashk, pa marrëveshje, pa maska, pa gënjeshtra. Vetëm dy zemra që më në fund kishin gjetur një vend të sigurt për t'u prehura. Muajt që pasuan nuk ishin perfekt. Elira duhej të mësonte të besonte përsëri. Benardi duhej të gjente një ekuilibër midis botës që la dhe jetës së thjeshtë që po ndërtonte. Pati diskutime, pasiguri, momente dyshimi. Por pati edhe të qeshura. Mëngjes në shtrat. Shëtitje në park. Net duke lexuar libra krah për krah. Projekte arkitekture të diskutuara me entuziazëm. Mbledhje me Edin ku Benardi gjeti një mënyrë për të kontribuar pa u humbur. Familja Hoxha ndryshoi ngadalë. Agimi filloi të pyeste për punën e Elirës me interes të sinqertë. Silvana pushoi së bëri komente për marrëdhëniet. Ledia, pas disa bisedave të vështira, filloi të rindërtonte marrëdhënien me motrën, duke zbuluar se edhe ajo jetonte nën presione që e mbytnin. Dhe zonja Drita vëzhgonte gjithçka me kënaqësi të qetë, duke e ditur se kishte mbjellë një farë të rëndësishme atë natë kur vendosi të mos e ekspozonte të vërtetën. Një vit më vonë, në një kafe diskrete në blok, në të njëjtin vend ku u njohen, Elira dhe Benardi festonin. Asgjë madhështore. Vetëm ata të dy, një tavolinë e thjeshtë, kafe dhe shoqëria e njëri tjetrit. E beson që u bë një vit, pyeti Elira, duke buzëqeshur. E besoj. Duket si një jetë e tërë dhe në të njëjtën kohë duket sikur ishte dje. Pendohesh? Që pranove propozimin tim të çmendur? Benardi i kapi dorën mbi tavolinë. Nuk pendohem për asnjë sekondë. Ai propozim i çmendur më dha jetën që gjithmonë kam dashur. Dhe mua më dha personin që gjithmonë kam pasur nevojë. Ata bën dolli me filxhanët e kafes dhe kur syt u takuan, aty ishte gjithçka që u duhej. Pranim. Mirëkuptim. Dashuri. Elira Hoxha nuk kishte kërkuar një përrall. Por gjeti diçka më të mirë. Gjeti dikë që e shihte në gjithë kompleksitetin e saj dhe e donte pikërisht për këtë. Dikë që nuk përpiqej ta rregullonte, por që e forconte. Dhe Benard prifti, njeriu që iku një jetë me maska, gjeti te gruaja që donte vetëm të shihej, të vetmin person që e pa vërtet. Ata nuk ishin perfekt, por ishin të vërtetë. Dhe në fund, kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Sepse dashuria e vërtet nuk ka të bëjë me gjetjen e dikujt perfekt.
Ka të bëjë me gjetjen e dikujt të papërsosur dhe vendosjen se megjithatë, ose ndoshta pikërisht për këtë, ata janë të mjaftueshëm. Dhe Elira e Benardi ishin, më në fund, plotësisht, thellësisht, të mjaftueshëm. Për veten e tyre. Dhe për njëri tjetrin. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Elirës dhe Benardit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të vetë zbulimit, autenticitetit dhe dashurisë së vërtet, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Ishte guximi i Elirës për të konfrontuar familjen e saj? Mbrojtja pasionante e Benardit? Mençuria e zonjës Drita? Apo fundi që na mëson se të jesh i mjaftueshëm fillon duke pranuar veten ashtu siç jemi? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, duke treguar se dashuria e vërtet lind kur më në fund heqim maskat tona. Ju presim në episodin e ardhshëm.